Të nderuar teleshikues, përshëndetje, nisim emisionin debatin Channel One. Për të diskutuar për zhvillimet e fundit në politikë, po sidomos në Partinë Demokratike, unë kam ftuar sot zonjën Jozefina Topalli, ish kryetare e Kuvendit. Mirëmbrëma, mirëserët. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën zoti Qafoko. Zonjë, unë kam për herë kënaqësi kur të ftoj në studio për atë që ju keni përfaqësuar si grua që keni arritur në maj të politikës shqiptare dhe në organet më të rëndësishme të shtetit shqiptar. Askush tjetër përpara, si grua më parë, nuk ka arritur të jetë kryetare e Kuvendit, po ju keni qenë dhe 6 herë deputete e zgjedhur si përfaqësuese e Partisë Demokratike, në kryetare e Partisë Demokratike, ndërsa sot zonjë nuk jeni as kryetare e Kuvendit, as deputete dhe as një funksion në Partinë Demokratike. Si është jeta Jozefina Topallit nga ajo që quhet hap në politikë, tani më ndjet ta them po damë. Unë ju falenderoj edhe herë për ftesën. Në jetë njeriu hidhet në beteja, bën beteja, arrin diçka, natyrisht jo për karrigen, po për gjërat që beson. Dhe unë besoj se Jozefina një gjë ka të pa komprometueshme dhe me cilët nuk bën kompromis, besimin. Sa për karrigen kemi shembuj të pafundëm që të lidhur mas saj, ato në fakt dëmtojnë veten, dëmtojnë çështjen, dëmtojnë kauzën, por mi të gjitha mund të dëmtojnë vendin. Kështu që në kuptim unë ndihem aq hap sa s'jam ndi asnjëherë tjetër, sepse jam e lirë për të qenë vetja ime, jam e lirë për t'i thënë demokratëve se nuk jo trahtoj si me karrik, si pa karrik, nuk ka qenë kur një jetën time qëllimi karrikja, aq me pak që t'isha në majët të parlamentit, nuk kam qenë kur ministre, nuk kam qenë kur në qeveri, por kam mbrojtur pa asnjë mendyshje, pa asnjë hezitim, pa mendu se edhe mund të merrje kosto të mi veten time ndoshta edhe të pa meritume, pra që unë kam besu dhe për parimet të cilave unë i përkushtohem. Jam përkushtu vite përpara, por edhe sot, edhe në këto momente krize të thellë, krize ekzistenciale për partinë ku unë kam punu vite të tëra si në kryetare partijet. Dhe do them një gjë, Roland. Nuk isha kryetare parlamentit, isha një ish kryetare parlamentit, kur në legislaturën e fundit u kriju një ambient apo në sallën e parlamentit hynë shumë njerëz, të cilët ishin me rekorde penale shumë të dyshueshme, gjë që s'kishte ndodhur asnjëherë në jetën e parlamentit shqiptar. Pavarësisht se nuk kisha as detyrën, as kompetencën të kryetarit parlamentit apo të kryeministrit për të qëndruar në situata të tilla, si ish kryetare parlamentit jam ngritur dhe me forcën më të madhe kam kërkuar dhe kam hap një front beteje për të cilin në fillim u kërcnova, pastaj u kërcnuat nga kush? Nuk ka rëndësi. Jo, ka shumë rëndësi. Pastaj, jo, nga ato që unë akuzoja. Pastaj e pash vetën që shumë kolegë më thanë, po pse a hyre kësaj rrugë ti? Është e rrezikshme. Mund të rishe edhe të heshtje. Jozefina Topalli nuk hesht. Nuk hesht kur shoh se gjarat janë të padrejta, nuk hesht kur shoh se shkelen ligje dhe kushtetut, nuk shoh kur shkelen forume dhe kur shkelet të drejta. Kështu që në këtë kuptim edhe unë sonte jam këtu, bashkë me ju si një ish nënkryetare Partisë Demokratike, për t'i dalë zot Partisë Demokratike dhe me gjitha për t'i dalë zot demokratëve. Në një ditë të vështirë, pas një situatë të pa imagjinueshme në të cilën sot gjendet Partia Demokratike, një situatë në të cilën as në ëndrat më të këqija asnjëri nuk mund ta kishte marrë me mend. Ka i dramë situata? Sigurisht, sepse humbja është katastrofale. Po në trem një farë, zonjë. Humbja është katastrofale. Okej, do kalojmë, por më ngacmove me këtë pjesën që thatë, unë me humor do të tregoj që, edhe duke bërë dhe një pyetje, a keni pasur kohë se duke qenë kryetare Kuvendit, për atë mënyrën se si ju e keni drejtuar Kuvendin, sepse edhe pse ishte reale, po tregoj një copës nga pas intervistës të kaluar, ku gazetari emisionit tha, ore, se këtë Jozefinën e bëjnë kaq të egre, kaq të keqe, tha, kjo që nga goxha grua, shumë e mire, sjellshme, unë s'arrit ta kuptoj, tha. Dhe unë e them këtë, sepse kjo besoj ka ndodhur në shumë raste me ju,
A keni pasur kosto ju nga ajo detyrë 8 vjeçare? Të pafundme, por unë nuk kam shikuar ndonjëherë të bëj kujdes kurimin e imazhit tim, në kuptimin që të mendoj për veten, por jo për të tërën. Kam menduar për të tërën dhe asnjëherë për veten time, dhe kjo sigurisht që më ka dhënë kosto dhe më ndodh shpesh që të takoj njerëz të ndryshëm rrugë që nuk më kanë njoftë përpara, nuk më njohin edhe sot dhe më thonë, nuk qenë ka ashtu siç dukesh në televizor. Por kjo s'ka rëndësi fare. Ne sot nuk jemi për të bërë historinë, sot jemi një moment shumë kritik. Jo që të bësh betejë duhet të kesh moral zot. Të jetës politike dhe kjo që thoni ju është thelbësore në fakt. Jemi një moment kur mungon karta morale. Biles të flasësh për kartë morale, dukesh sikur je moda vekja, diçka që shoqëria nuk e pranon dhe nuk updatetohesh me të rënë dhe me të përditshme. Kjo është sigurisht që është një alarm i madh për shoqërinë shqiptare, por nuk besoj se është koha, domethënë momenti sot për të ndalur vetëm te kjo, edhe pse ndoshta është themeli, baza e të gjithë degradimit të jetës politike, të forcave politike me të cilën po përballemi sot. Zonj, për ta bërë më konkrete bisedën, në këto moment është duke zhvilluar mbledhja e kryesisë Partisë Demokratike. Sipas informacioneve që unë kam nga brenda kësaj mbledhje, aty ka pasur debate të ashpra midis grupit që quhet që është ndar pro Lulzim Bashës dhe grupit kundër Lulzim Bashës. Sipas informacioneve, aty akoma nuk është marrë vendim, mbledhja ka filluar në orën 7 dhe mundet edhe të zgjas. Debatet janë për ato kërkesa që tashmë janë bërë për një garë të barabartë në Partinë Demokratike. Me të vërtetë jeni futur kësaj betejë zonjë dhe e mendoni që do të arrini ta fitoni këtë betejë? Mua më vjen keq që nuk jam në kryesinë e Partisë Demokratike, nuk jam prej 4 vitesh. Dhe do shpjegoj pse nuk jam për t'ju përgjigjur pastaj. Kisha drejtun që thash up and down, no? Në 2013, kur Partia Demokratike humbi zgjedhjet, në një gest prej një politikani dinjitoz, Berisha la dorëheqjen, tha përgjegjësinë e marrun, vetëm unë dhe dorëheqja është e parevokueshme. Dhe Sali Berisha nuk kërkoi më kurrë që të kërkonte postin e kryetarit të partisë etj. etj. Në fakt, la dorëheqjen duke krijuar një traumë të madhe brenda Partisë Demokratike, sepse ishim mësuar me një lider si Sali Berisha dhe pse kishim plus 200.000 vota nga rezultati i fundit. Ndërkohë që sot kemi një rezultat të frikshëm, kemi minus 200.000 vota nga ato që kishim kur ne dham dorëheqjen, unë dhash dorëheqjen, dhe këtu deshta të dalë, dhash dorëheqjen jo vetëm për të thënë që përgjegjësia nuk është vetëm e zotit Berisha, por edhe duke menduar se ajo që do vinte mrapa nuk do kishte më njëri që ndante përgjegjësitë me mu, për të gjitha zhvillimet e fundit që do të avanconin, sikur të dija dhe të projektoja se çfarë do ndodhte në fakt në Partinë Demokratike. Ju i ndatë sot në mbledhjen, ndaj dhe unë nuk jam as në kryesi, as në kryesi të grupit, as në kryesi të Partisë Demokratike, nuk kam pas dhe nuk kam në këto 4 vite as një pozicion Partinë Demokratike. Kam hyrë si një deputete thjesht, kam fillu betejën si një opozitare fort, deri në momentin e fundit, kur është mbyll dita fundit e këtij legjislacioni. Jo, deputete ke qenë një vit në majorancë, 96-97. Jo, po flas për legjislaturën e fundit. Këtë të fundit. Masi kam dhënë dorëheqjen. Se thotë fillova si... Dhe nuk kam qenë për 4 vite, as në kryesi të grupit, as kryetare komisionit, as nën kryetare komisionit. E vërtet, është. As nën kryetare grupit, as nën sekretare grupit, as në kryesinë e Partisë Demokratike. Kam bërë betejën në parlament për të mbrojtur ato që më kanë votuar mua. Kam bërë betejën me krimin pa marrë parasysh kostot e mia. Dhe kam bërë me forcën më të madhe për çdo çështje dhe çdo problem, nuk ka rëndësi, çdo çështje dhe problem deri në ditën e fundit që është mbyllur kjo legjislaturë. Pse e them këtë? Sepse detyra jonë është për mi dalë zot demokratëve, për t'i dalë zot shqiptarëve, sa herë të drejtat dhe liritë themelore të tyre preken. Si do të arrish? Tash duke u kthyt tek mbledhja kryesisë që ju sapo thatë. Unë nuk do i ndaja grupi pro Basha dhe kundra Basha. Paktën këto të pro Basha mund të jetë ashtu. Janë disa që janë pro Basha dhe thojnë me krenari. Unë nuk mendoj se çështja shtrohet, nëse çështja shtrohet të mbrojmë kryetarin apo të mbrojmë partinë,
sigurisht që shoh me neveri të gjitha ato që mbrojnë kryetarin përpara partisë. Sikurse I shikon me neveri? Sigurisht. Sikurse shikoj me përçmim të gjitha ato që mund të mbrojnë partinë duke parë me neveri Edi Palokun. Më dëgjoj një sekond. Sikurse shoh me përçmim këdo që do mbronte partinë përpara vendit. Vendit dhëut ku ne kemi lindur dhe ku jetojmë dhe rrisim fëmijët tonë. Ndërsa grupin tjetër nuk I shoh si Antibasha. I shoh si një grup të rish që kanë qenë bashkëpunëtorët më të ngushtë të Zotit Basha. Po, është vërtet një pjesë. Janë të gjithë vajza dhe djem të ri, djem, burra, familjar, njerëz të lexuar, njerëz me dëshirë. Në start të karrierës politike. Në start jam dakord me ju. Nuk kanë eksperiencë ndoshta politike, nuk I ka afruar askush për t'i rritur në politikë. Madje një pjesë nuk kanë qenë asnjëherë deputet. Asnjëri s'ka qenë deputet. Të gjithë të përjashtuar ndoshta në shumicën e tyre, dhe këto nuk janë kundër Basha. Këto janë një grup që kërkojnë të ringrinë Partinë Demokratike në një moment dramatik për te. Kështu që në këtë kuptim betejën e tyre unë e shoh me shumë simpati, e shoh si një betejë që synon dhe beson që Partia Demokratike mund të ngrihet. Besojnë se nuk janë për të tradhtuar demokrat qoftë edhe për kryetarin, janë të tronditur dhe traumatizuar nga rezultati jashtëzakonisht I paimagjinueshëm që është arritur me 25 qershor dhe që sot në mbledhjen e kryesisë, nëse është e vërtetë ato që unë dëgjova se ne ishim këtu bashkë, unë them se kanë arrit një fitore të madhe. Cila është fitoria? Çfarë? Pavarësisht se ato nuk e kanë marrë 1 apo 2 numra më shumë që I mungojnë, ato kanë marrë fitoren e parë të një betejë për çështje morali dhe parimore. Të një betejë për të ringritur Partinë Demokratike kur ajo është gjunjëzuar, jo vetëm për shkak të rezultatit, por sikur të mos mjaftonte rezultati dramatik për zhvillimet e mëvonshme që kanë ndodhur gjatë kësaj periudhe. Do zgjedhet në 22 korriku? Atëherë, a ti marrim me radhë? Po, se kjo është më e rëndësishme. Dhe a do ketë një gardë barabartë, është më nuk ka proces deri në këtë moment. Po. Dhe ato djemë dhe ato vajza kanë kërkuar një gjë. Anullohet procesi antistatuor që është ka iniciuar. Kjo është votuar? Kjo është votuar dhe mungojnë 2 vota. Po nëse kryesia me këto 3 ku nuk jam as unë, as shumë ish kolegë të mi, deputet, arrin në diferencë me 1 apo me 2 vota, këto do të thotë që edhe brenda kryesisë së Lulzim Bashkë, gjendja është alarmante dhe mesazhi është jashtëzakonisht I fortë. Ndalo, I thojnë kryetarit, ose I thojnë Lulzim Bashkë, sepse ka ngri, edhe ngrirja vetë. Ç'është? Nuk e di. Nuk e kam dëgjuar kur në jetën time. As nuk është shkruar në statut, as në një statut në një partie tjetër, as nuk është ngjarjes akt politik, as nuk është ngjarjes akt ligjor, as nuk është ngjarjes akt statuor. Është një fshehje. Po në mbledhje duhet merrte pjesë Zoti Basha, se unë u habita, me thënë drejtën. Jo, po me statutin flas, me statutin asaj që ju I referoheni. Duhet ishte mbledhje? Statuti nuk parashikon të ngrirë. Atëherë ai duhet ishte mbledhje. Statuti ka ose jep dorëheqjen, që duhet kishte dhënë dorëheqjen, të largohej. Të largohej. Dhe në këto kushte, atëherë hyn statuti në veprim dhe mund ta zëvendësojnë nën kryetari, por për çështje të organizative është vetëm sekretari I përgjithshëm, ndërkohë që aty ka një urdhër tjetër të paligjshëm që urdhëron fillimin e procesit të rrem, sepse nuk mund të filloj me urdhër të paligjshëm, të firmosur nga 2 nënkryetar. Kam qenë vetë nënkryetare për vite të tëra. Nuk mund të firmosin për këti dha çështje, ja jep statuti, nuk t'i jep kryetarit ca kompetenca. Ishte Sali Berisha I kryetari atëherë. Kështu që anullohet. Sali Berisha që është Sali Berisha dhe nuk I lejonte kur vetes të tilla shkelje statuore. Dhe kur në momentin më traumatik të Partisë Demokratike, kur e ka rrëzuar për tokë, e ka rrëzuar në gjunjë për shkak të rezultatit të parashikuar në fakt. Sepse nuk është, kjo është pasoja e fundit, është finalizimi I një procesi që ka filluar degradimin të paktën 4 vitet e fundit, me ritme të shpejta. Zonjë, po ju thatë me 2 vota, ajo nuk realizohet. Atëherë, si do zhvillohet, sepse pyetja e madhe I bëjnë sot shqiptarë, për edhe demokratët, zonjë të palli nuk ke kandidate. Si do ta fitoshin betejë? Dakord, parimet që ju shprehni janë të drejta, opsionet tuaja janë të drejta, mbështetur dhe në statutin e Partisë Demokratike. Po ju nuk garoni, zonjë. Edhe një herë, midis Kauzës dhe Karrigës, gjithmonë kam zgjedhur të parën, edhe me kostot mëdha jam I vetën time.
dhe kësaj radhe kam zgjidhur kauzën, jo unë vetëm. Ajo që mu më inkurajon janë gjitha ato të tjerë bashkëpunëtorë të cilët si kam pas në parlament, nuk kanë qenë me mu në parlament, nuk kanë qenë kur në i herë në stafin tim, por janë ngritur duke pa se po ndodh diçka krete pas zakon dhe që s'ka të bëj fare ma që quhet demokratike në partinë tonë. Dhe kjo është këmbane fort që bie për Partinë Demokratike. Përballë Lulzim Basha nuk ka një kandidat serioz, si do vej kjo? Se edhe zoti Patozi gati e shili kundën sepse nuk po gjej garë reale, garë barabartë. Nuk ka garë, ka vetëm farë. Atëre po e lini vetëm zoti Basha. Gara është e rem. Ai në gara treme mund të hynë dhe mund dalin sa herdun, se i bie që unë të caktoj datën e hyrjes, të caktoj edhe datën e daljes, 20 ditë, të shkruaj edhe rezultatin dhe ta shpalli ditën e fundit. Atëre ish kryetari i PD-s, atëre çfarë fitore është kjo? Është vetëm i rem, nuk është i vërtet, nuk ka kaluar në proces, është tërësisht i delegitimum dhe është nul në gjithë qenien dhe procesin. Okej, pyetja tjetër e madhe është nëse në 22 korrik Lulzim Basha do jetë sërish kryetari i Partisë Demokratike. Ku shkoi betejë juaj zot? Nuk mund t'jetë kryetar përmes një procesi të rem. Është i rem, është kryetar i rem. Po si nuk do jetë, në çfarë? Atëherë, prandaj shumë të ri dhe të reja demokrat, ish të forumit Partisë Demokratike, të rive, të antarët kryesisë, ish deputet e tjerë, prandaj janë të gjithë bashkë në një betejë për të risjellur në shinat statuore të gjithë procesin. Por mi gjitha duke i kërku atij që është kryetari i partisë apo ishte kryetari i partisë, sepse na është ngrirë dhe nuk e dim ashtë as është ma. Tani edhe këtë ngrirë që të lejojmë procesin. Edhe ju bët sa ngrirë në kohën tuaj, s'për ta ngjelle ngritë se që bët Filip Çaku e keni ngritë. Jo, nuk u vetë ngrinë ato. Po e ngritë ju pra? Po Berisha për të ja heq dramacitetin e thote me shaka e ngritë atje. Nuk ka lidhje dhe nuk ka krahasim. Kjo është kryetari partisë. Edhe aq me shaka në atë kohë më kujtohet që ishte shumë e tensionuar situata, si ishte e njëjtë. Mendoj se është një gjë, një regjizor apo ku diun dhe diçka tjetër është kryetari i partisë. Domethënë nuk kanë lidhje, nuk kanë krahasim. Po ajo që unë duhet të them është që ju keni ndjekë jetën politike të vendeve të ndryshme tjerë. Nuk di nëse njihni një rast ku duke qenë opozit dhe duke humbur minimalisht me 30% nga rezultati më i keq të një herë më përpara, njerëzit të kapën pas karrigës dhe mos talëshojnë atë. I ngrihet gjysma e kryesisë dhe i thotë filloi procesin, futen në shina ligjore dhe nuk pranon për ta futur. I thonë që jep dorëheqjen, largojo nga, nuk do largohesh, nuk të heqim nga deputet do jesh aty. Do kesh mundësi prep mas disa vitesh të rishikosh nëse do të sillen situatat apo të do jesh një tjetër. Por në këtë radhë, kësaj radhe, unë nuk e di, domethënë, edhe në shtëpi kur shkon njeriu, ka pak pudore edhe përballë familjarëve, kur ke shku me minus 200.000 vota. Si ka mundësi që të kapesh pas karrigës? Si ka mundësi që të mos mendosh për asnjë çast që do largohem, të lëshoj vendin, t'i la mundësi antarësisë Partisë Demokratike të bëjnë një analizë të thellë. Çfarë ka ndodhur? Pse ka ndodhur? Pse në kutitë e votimit mungojnë 200.000 vota nga 2013? Ndodh një gjë në Partinë Demokratike, kur je në pushtet, dhe sidomos kur je mas mandatit dytë, është gjëja më normale që të humbësh zgjedhjen. Edhe ne në 2013, mas 2 mandateve, humbëm zgjedhjen. Dham gjithë dorëheqjen, nuk kishim në asnjë forum drejtues, ja dham të gjithë mundësinë që ta bëjnë gjithë zgjidhjen me stafin e tij, me ekipin e tij. Kur shkon në opozit, je në momentin më të vështirë dhe në opozit fillon vetëm gjitesh. Unë nuk di një parti tjetër në botë dhe një kryetar partie tjetër në botë që të çojnë partinë nga këtu në fund fare, ta çojnë drejt asgjësimit dhe të thotë jo nuk lëshojon karrigën. Unë do kisha dashur shumë, por natyrisht kjo kërkon edhe punë, kërkim vetëm të shihnin fjalimet e zotit Basha kur i kërkonte Edi Ramës lësho karrigën. Hap rrugë zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Çfarë po i kërkojnë këto 33? Hap rrugë një procesi të ndershëm. Hap rrugë ballafaqimit. Të rinjë të reja se tha disa herë, edhe ju të vjetrit, të gjithë bashkë, po ato kanë një zë edhe sot janë ato që po e bajnë në kryesi betejën.
hap rrugën dhe mos u kap prej kësaj. Pse ki frikë? Pse ki frikë ti për të lëshu karrigen? Pse ki frikë për të dalë me një dhe për të dhënë mundësi kësaj partie për të ngrit? Kush je ti që e man peng këtë parti? Kush je ti që man historinë e vendit ton peng? Një moment ka që të vështirë. Kështu që në gjithë këtë aspekt është një dramë që po luhet brenda Partisë Demokratike me një njeri që nuk e lëshon karrigen. Është kapur pasaj, e ka marrë peng Partinë Demokratike. Nuk shef statutik, nuk njeh forumet, nuk dëgjon thirrjet, është shurdh, ka mbyll syt, ka mbyll vesht, nuk lviz, thot jam ngri, ju vrafshi veti. Të mbytet tania me të gjithë brenda. Unë në fakt kemi përgatitur një insert zonjë me ato që ju keni deklaruar në 2 konferencat për shtyp, po isha në dilem 2-3 herë se me këto që po thoni kështu, ai inserti del bllok fare. Megjithatë ta ndjekin çfarë ke thënë para 2 javës, sepse tonaliteti juaj është rritur. Ta ndjekim. Kjo është një parti, logon e cilës e ka marrë Lulzim Basha. Jeni Partia Demokratike akoma? Për llogari të interesave familjare, klienteliste të tij. Dhe lista është në tërësinë e saj, me pak përjashtime, lista e familjes Basha, bizneseve të tyre dhe të klientëve të tij. Kam qenë që ditën e parë që ka zbrit në Shqipëri nga avioni Lulzim Basha, ju të gjithë e dini, që unë se kam shtet asnjëherë. Pse? Ju kujtoni s'unë s'kuptoja? Ju e dini që unë kam pas rezervat mëdha. Ja kam thënë privatisht, ja kam thënë publikisht, ju ja kam thënë telefonat tuaj, në mikrofonat tuaj, unë kam diferencat mëdha me Lulzim Basha. Ndaj dhe jam sot këtu shumë krenare, në koherencën time gjatë gjithë këtyre viteve. Lulzim Basha ka urdhëruar nisjen e një procedure antistatuore për t'i imponuar Partisë Demokratike një garë të rremë për drejtimin e ri, duke e bërë procesin zgjedhor në parti antistatuore të nxituar jo serioz. Dhe të papërgjegjshëm, zoti Basha po kërkon jo thjesht të mbaj peng partinë dhe të grabis një mandat të ri drejtues, por së pari po kërkon që t'i shmanget dhënies llogari dhe marrjes përsipër të përgjegjësisë për humbjen katastrofale në zgjedhjet e fundit. Zoti Basha shpreson se përmes garës së tij të rremë mund të shndrohet nga humbës në fitimtar. Disa qindra mijëra vota që Basha ja hoqi Partisë Demokratike nuk ja zgjeson. Dot me një proces të manipuluar zgjedhor brenda Partisë Demokratike. Zoti Basha është katastrofa Partisë Demokratike. Fal strategjisë së gabuar, opozitës së përcipt, fake opposition ndoshta, dhe taktikave elektorale të ngritura mbi glorifikimin e personalitetit të tij të rremë, ai rrezoi në gjunjë Partinë Demokratike dhe i dha ndihmën më të madhe zotit Rama, bashkulltarit dhe mikut të orëve të vona të kësaj vere, përfitoren e tij dërmuese. Rama i kërkoi marrëveshje që të bëhej timonier. Basha e desh aq shumë sa e bëri kondotjer. Ringritja Partisë Demokratike dhe revanshi i saj politik fillon vetëm me largimin e zotit Basha. Demokratët e dinë shumë mirë këtë. Prandaj zoti Basha kërkon me çdo kusht të manipulojë procesin duke shkelur brutalisht statusin e partisë dhe forumet e Partisë Demokratike. Faleminderit, kthehemi në studio. E thashë pak më lart që kjo është një diezis më poshtë kjo që ndoqëm tani. Një oktavë më poshtë. Diezis, se aty në ateje. Zonjë, ju dolët 6 figura, po themi me shumë përvojë të Partisë Demokratike në fillim për të kritikuar dhe për të akuzuar zotin Basha. Nga ato 6 në konferencë për shtyp dolët 2, ju me zotin Imami. Tani secili del për llogarin vetet. Çka ka ndodhur mes jush? Jo, nuk është e vërtetë asnjëra prej këtyrave. Nuk janë 6, as 60.
as 600, janë shumë më tepër. Sa? Është një numër që unë nuk e di. Mirë, po them për ju figurat, ju, zoti Mami, zonja Bregu, zoti Bode, këta po themi? Jo, janë shumë figura të rëndësishme. Ata të kafes, po them unë, të kafes parë. Oke, unë nuk do të doja që të ashtroja kështu gjën, ne në kafe, ne edhe mund të rrim në kafe me njëri tjetrin, rri edhe me kundërshtar në kafe me njëri tjetrin, rri edhe me njërë që janë apartjak. Dhe gjëja me normale, po kjo nuk do thotë se ka që jemi shumë, por besoj se në këtë moment, ajo që duhet pa me seriositetin me të madh, apo përgjigja që ne kërkojmë në këtë moment është pse mungojnë 200.000 vota në zgjedhjet e fundit. Ja na shkaluat pyetja zoj. Sepse në media dhe opinioni mendojnë që ju vetë nuk keni një mendim të përbashkët, do të thonë keni mosmarrëveshje. As unë, as kolegët e mi, as këtu bashk, as nuk kemi ne që do ta gjykojmë. Në një parti serioze, kur bëhen zgjedhjet, analiza zgjedhjeve bëhet nga antarësia. Sigurisht se cili prej nesh jep mendimin e vet. Dikujt i peshon më shumë, dikujt më pak. Ajo që po kërkojnë demokratët sot është që t'i jepet mundësia antarësisë që t'i përgjigjet pyetjes pse mungojnë 200.000 vota në kutit për Partinë Demokratike në zgjedhjet e fundit të drejtuara nga Lulzim Basha, ekipi i tij, lista e tij, plani i tij, ardhmja e tij dhe kryeministri i projektu. Nëse nuk do merren parasysh kërkesat e këtij grupi që ju njihni sot, që synojnë ringritjen e Partisë Demokratike, për të anulluar procesin antistatuor të filluar nga Lulzim Basha, për të shkuar në shtratin statuor që kërkon kodin zgjedhor. Ju e dini që sot Partia Demokratike nuk ka një libër rregullash për zhvillu zgjedhjet brenda saj. Sepse pasi është zgjedh me një antar një vot zoti Basha, është bërë një kongres, është ndryshuar statuti dhe statuti thot për zgjedhjen e kryetarit të ri, që do bëhet me votim një antar një vot, do ketë një rregullore e cila do miratohet nga Këshilli Kombëtar. Këshilli Kombëtar në 4 vite në Partinë Demokratike është mbledh vetëm një herë, kur është zgjedhur sekretari i përgjithshëm departamentet dhe kundëllon se çfarë. Në 4 vite nuk është mbledh ma asnjëherë Këshilli Kombëtar. Se keni kërkuar? Dhe nuk është mbledhur parillet e pyetja, ma kujto pyetjen. Po. Domethënë, nuk mund të ketë zgjedhje pa kod zgjedhor dhe pa lista antarësisë. Ja kërkojnë listën e antarësisë së TPD-s, kandidatet dhe nuk i paraqitet. I thot të bëjmë rregulloren, të mbledhim Këshillin Kombëtar, ta miratojmë, nuk pranoj. Çfarë kanë bërë sot praktikisht? Zoti Basha, me gojën e tjerëve, po thot nuk pranoj zbatimin e statutit, nuk pranoj mbledhjen e Këshillit Kombëtar, nuk pranoj të bëjmë rregullore, do hym pa rregullore, me listën që e kam vetëm unë dhe që sta tregoj ty, pa kod zgjedhor, domethënë, rezultatin e kam të shkruar, po prisni pak se do e bëj publik me datën 22. Këto janë fake race, fake leadership, fake result, fake chairmanship. Në këtë aspekt, po them që ne jemi në kushte alarmante. Me bët pyetjet. Pse nuk e keni kërkuar? Në 4 muajt e fundit ka pas zhvillime shumë të mëdha. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike e nxorë nga parlamenti dhe zoti Basha ngriti çadrën. Me kërkesën për zgjedhjet, me kauzën e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, që s'ja jep antarësisëve, që s'ja jep kolegëve ti, që s'ja jep bashkëpunëtorëve ti me të ngushtë. Unë s'kam qenë kurrë afër të zotit Basha. Unë kam qenë një kritizere konstante në vite të tëra ndaj zotit Basha. Ato që sot janë kritik ndaj zotit Basha janë bashkëpunëtorët me të ngushtë të zotit Basha gjatë kësaj periudhe. Edhe kjo është vërtet. Atëherë, çfarë ndodhi? Nxori grupin nga parlamenti, grupin parlamentar nga parlamenti? Po. I kërku mbledhje grupit, bëri një mbledhje grupit, nuk është marrë vendim grupit për të nxjerrë grupin nga parlamenti.
U bë zgjedhja presidentit në parlament. Nuk ka ndodhur ndonjëherë që opozitat mos jetë e pranishme aty. Shkon mirë, shkon keq, është në konflikt të ashpërt apo më pak të ashpër, edhe Partia Socialiste ka qenë gjithmonë e pranishme kur është zgjedh presidenti. Nuk bëri mbledhje grupit parlamentar për të vendosur çfarë do bëjnë opozita. Opozita më e fortë e vendit në procesin e zgjedhjes presidentit. A presidenti i gjithë shqiptarëve mund të ndikojmë në zgjedhjen e presidentit? Mund të bëshim kombinime numrash, nuk e di se çfarë mundësish mund të keshim. Sikurse edhe mund të mos kishim. Çfarë bëri tjetër ai? Ka përcej skadencën elektorale. Nuk lejoj mbledhje grupit që të diskutonte ka përcimin e skadencës elektorale. Nuk ka ndodhur në historinë e vendit tonë. Nga asnjë forcë politike që një kryetar partijet, pa pyet kryesi, pa pyet sekretariat, pa mbledh këshillin kombëtar, pa mbledhjen e grupit të nxirrte forcën e tij politike nga zgjedhja. Dakor, pse se kërkuar drejta zgjedhësimit. Ju po bani pyetjen pse nuk e keni thirrë. Am keni dëgjuar mua që në mbledhje, në media e tjerë, kam kërku vazhdimisht mbledhjen e grupit parlamentar dhe nuk e lejoj, nuk e pranoj asnjëherë. Do të kërkoj ndjes zonjë për ndërprerje publicitare sërish në studio. Publicitet. Faleminderit, zonjë, po e përsëris edhe një herë pyetjen. 3 vjet më parë, 3 vjet, pse kërkuat mbledhjen e Këshillit Kombëtar? Ju keni qenë kritike, është shumë e vërtet, unë respektoj shumë këtë qëndrueshmërinë tuaj, të qenit konstant në bindjet dhe në kritikat tuaj, po 3 vjet më parë duhet ta kishit filluar këtë betejë për mbledhjen e Këshillit Kombëtar, se ky skandal i madh brenda Partisë Demokratike. Në fakt është degradim. Sepse është e paimagjinueshëm që të hyet në zgjedhje dhe as kryetari dhe as bashkëpunëtorët e tij nuk kanë menduar se duhet të ketë një kod zgjedhor, po i them kod zgjedhor për ta bërë më të kuptueshëm. Një libër rregullash për zhvillimin e zgjedhjeve si detyrim që ja lën statuti i ndryshuar me urgjencë dhe i pa konsultuar as me dekt, as me deputet, as me bashkëpunëtorë që ishin atkoh, po i shkruar vetëm nga zoti Basha dhe i durtrokitur nga Kongresi, i cili po jepte besim në fakt. Por në fakt ishte një besim që u tradhtu jo vetëm të statuti, por u tradhtu gjatë gjithë pjesës tjetër që pasoi. Unë ju tregova 4 ngjarje që janë ngjarje themelore në zhvillimet politike të një vendi. Mos hysh në zgjedhje, mos hysh në zgjedhjen e presidentit, të dalësh nga parlamenti, mos hysh në zgjedhjet lokale dhe të mos mbledhësh asnjë forum, edhe Enver Hoxha e bënte. Formalisht po e bënte. Mbledhte byron politike, mbledhte komitetin qendror kur merrte vendime të forta. Mos e tepruat me këtë Lulzim Basha Enver Hoxha, sikur e krahasuat Lulzim Bashën me Enver Hoxhën? Unë nuk e di nëse ka një model në vendet demokratike që të marrin të tilla vendime pa pyetur askënd. Po jo, domethënë atëherë po e bëj pyetjen, Lulzim Bashën ju po e krahasoni me Enver Hoxhën? Në fakt Enver Hoxha në mënyrë formale, Lulzim Basha nuk ka vrakën. Enver Hoxha ka bakrime. Po Enver Hoxha mbledhte formalisht, po e mbledhte byron dhe komitetin qendror. Në gjatë këtyre 4 viteve, Këshilli Kombëtar mbledh vetëm një herë, kryesia është mbledh 6 deri në 7 herë për gjëra teknike, ndërkohë që grupi parlamentar është zgjedh nga parlamenti, është zgjedh nga zgjedhja e presidentit, është lënë në çadër duke ka përcyer skadencat elektorale, partia është nxjerr nga zgjedhjet lokale të kavajës të dekretuara nga presidenti, pa mbledhje të sekretariatit, pa mbledhje të departamenteve, pa mbledhje të kryesisë, pa mbledhje të grupit parlamentar, edhe pse disa herë i është përsëritur një kërkesë e tillë, vetëm me vendim personal të Lulzim Bashës. Kjo ishte alarmi më i madh. Atëherë si ndjeton politikisht Lulzim Basha, sepse ai është aty. Për të cilin kam ngrit zërin para 4 vitesh, para 3 vitesh, para 2 vitesh. Po ju se keni dash asnjëherë atë, dim ne këtë, po asnjëherë se keni dash, po. Zonjë. Tash do ju them një gjë. Po. Nuk ka çështje dashnie. A çështje rregulli, parime. Të mos pranosh që të hysh në zgjedhje, Partia Demokratike, që lindi si parti e pluralizmit, është një
është ta vdek, është ta ekzekutosh politikisht. Është një vetvrasje. Është vetvrasje. Dhe këtë po e bënte, pa mbledh asnjë forum. Nuk ka çështje e du apo nuk e du. Po si mbjeton atë politikisht e izë? Apo nuk e pranon parimin. Po minonte parimet themelore të demokracisë. Tash unë do ta përsëris edhe një herë. Jo Lulzim Basha, por njeriu më i dashur i zemrës time. Në qoftë se do guxonte të vendoste minat në themelet e parimeve kryesore, mbi të cilat është ngrit një parti si është Partia Demokratike, jo do ngrihesha, por nuk do ndalesha një herë. Këtu s'ka lidhje me emrin. As ka lidhje se është kryetar. Nuk më intereson mu fare. Është një parti, një forcë e madhe politike, para cili do që t'ishte kryetar. Ka emrin Lul apo se ka emrin Lul s'më intereson hiç fare. Është vendi përpara partisë, cila do qoftë kjo forcë politike. Ndaj dhe po jo them. Po edhe 4 vite rresht. Sa herë është mbledh kryesia? Sa herë është mbledh? Se ju jeni gazetar dhe i ndiqni. 6-7 herë pas një vendimarrje themelore. Një mbledhje kujtojon që u diskutu sikur po përplasej bota, se dorëzoshin ato gardhet e Erion Velis. Pa imagjinueshme. Forca jonë, Partia Demokratike, që ka fut vendin NATO, që ka hap vendin ndaj vendeve tjera, që ka bë investimet më të larta, që na ka vënë tavulinë me 27 kryeministrat e shefat më të mëdhenj të vendeve më të fuqishme të botës. Ku ishim ne 4 vite rresht? Po mirë, si mbjeton ky zonjë? A ka mundësi të japë këtë përgjigje? Si? Prandaj është një betejë që po bëhet. Është një betejë me një person që ka refuzu forumet, një person, jo vetëm për listën e deputetëve, edhe i herë. Unë prandaj u kujtova të gjitha këto ngjarje, për t'ju thënë se lista deputetëve. Ju e dini që nuk do ishit listë? E dini kohë para? Jo, unë e kam dëgjuar në televizor, asnjëri s'ka ditë asgjë. A ka mundësi të ma atë momenti kur thonë nuk ishte Jozefina Jo, mu nuk mbani fare përshtypje, sepse ishit në shtëpi? Mu Lulzim Basha nuk më zhgënjen kurrë. Vetëm mu nuk më zhgënjen kurrë. Ishit në shtëpi kur e pat listën? Po. S'më mbari fare përshtypje. Mimika s'lëvizë fare? Unë e njeh Lulzim Bashën. Është në gjendje të bëjë çdo gjë. Nuk më zhgënjen Lulzim Basha. Nuk më zhgënjen as arroganca e tij e mbuluar me buzëqeshje. Si arroganca e mbuluar me buzëqeshje? Sigurisht. Dhe ajo që mu më ka trundit, e di cili ka qenë momenti kur më ka trundit ai dhe kam thënë ky është në gjendje të bëjë çdo gjë. Kur erdhi dita, kur në bazë të kushtetutës dhe të kodit zgjedhor, forcat politike do regjistroheshin në KQZ për të hyrë në zgjedhje. Po. Dhe ky e ka përcej dhe nuk u regjistruar në zgjedhje. Atë moment kam thënë, ky bën çdo gjë për karrigen e tij. Jam trem, jam priksu duke menduar se çfarë është në gjendje që të bëjnë dhe kam thënë, unë nuk e la. Dhe kam kërkuar mbledhje grupi. Disa herë dhe nuk pranonte. Dhe e kam përsëri, dhe përsëri nuk pranonte. Kur mori vendimin e dytë, përsëri personal, individual, pa mbledh as sekretariatin, as nënkryetar, as sekretarin e përgjithshëm, kryesin jo, grupin jo, këshillin kombëtar jo. Kur ka marrë vendimin që ne në kavaj ditën e zgjedhjeve do të shkojmë të protestojmë, siç flitej nënte për të bllokuar votimin, kam thënë, ky nuk nalet para asgjëje për karrigen e tij. Edhe bëri mirë Rama që troq. Tash se qa mendoj për Ramën e kam treguar gjatë gjithë këtyre viteve. Jo, flas vetëm për këtë detaj, e di dhe opinioni, po vetëm këtë. Nëse dikush është në ato që ka bë një betejë të panalshme ndaj Edi Ramës, besoj se jam mellon në ato që kanë bë betejë. Është kështu apo jo? Kjo dyta pastaj ishte një alarm, një këmban e tmerrshme në trurin tim që mbite vazhdimisht. Nuk u zhgënjeva, por nuk e mendova se mund të arrinte deri në atë pikë. Kur pastaj fillonte që të etiketonte diplomat, politikan, europian, amerikan, të blerë nga paret të drogës, të krimit, të narkotrafikantëve e tjerë, filloi dhe mu kriju perceptimi se Partia Demokratike krijonte perceptimin se ishte kundër perëndimit. Kam kërku për të 6 herë mbledhje grupit dhe nuk bëhej mbledhje grupit. I kam shku në zyrë dhe këto që po i tham këtu, ja kam thënë në zyrë. Dhe këto ishin pakten 1 javë, 2 javë përpara se të delte lista.
Nuk ka menu Josefina Topalli ndonjëherë për karrigen e saj, as për interesin e saj. Do dija shumë mirë të heshtja, të sillesha shumë mirë, ti buzëqeshja pak edhe familjarëve ti dhe ti isha në listë. Jo kur, as më shkon mendja, as nuk mund ta imagjinoj një gjë të tillë. Ndaj dhe kur ai mori për vetë personalisht edhe listën e deputetëve, që është një listë familjare, klienteliste e tij, as më lëvizi syri, as nuk më bëri përshtypje, po thash, ky është njeriu për të cilin unë nuk kam gabu asnjëherë në vlerësimin. 14-11 ka dalë përfundimisht vendimi i kryesis, domethënë është rrëzuar kërkesa dhe nuk është plotësuar dhe ju e qoni fitore. Fitore nuk quhet humbje, zonjë. Jo, do të them një gjë, nuk është në fund të fundit, aty është bërë një përpjekje për të thënë që një përpjekje in extremis për të thënë që anulloni një proces antistatuar. Në fakt është një fitore e jashtëzakonshme e këtyre të rive, sepse tregon që çdo gjë po lviz jashtë shinave të rregullit, të ligjit, të statutit e tjerë. Media e kanë shoqëruar me këtë foto, këtë lajm, disa media online, me foton ku vendosin tabel Basha Ik te hyrja e së listë Partisë Demokratike. Zonjë, është e vërtetë që këtë e ka vënë djali juaj? Kjo është një gënjeshtër tjetër. Se do e ta sqaroj. Në fakt do isha kënë shumë e lumtur sikur ta vënë ai me dorën e tij. Vërtet? Pse jo? Pse jo? E bën dhe Genari këtë? Zoti Basha duhet largohet. Ta çliroj partinë. Po jo, do ishe shumë e lumtur ta bënte Genari. Ta kishte bërë me dorën e tij. Sigurisht janë moshatarët e Genarit që e kanë vënë një gjë të tillë, besoj on të forumit rinor, por nuk është vetëm në atë seli. Kjo është një epidemi që është përnda gjithanej. Ka dhe në për seli tjera? Në derën e PD-s të Shkodrës, në derën e PD-s të Korçës, në derën e PD-s të Kukësit, në Holland. Si në Holland? Edhe në Holland. Në fakt aty ndoshta më mirë, sa të shkruanin Basha Ik do të kishin shkruar Basha Hajde. Ku është kjo në Holland? Ku është shkruar kjo? E kam parë nëpër media sociale. Po jo, kjo të PD-s së Shkodrës, ju e keni të vërtetuar? Po e keni në mediat, e kam parë në mediat. Thjesht këto që kanë dalë në Facebook? Po edhe në dekë të tjera, po të paktën këto i kam pa me foto, se unë e di që ka një lëvizje gjithanej në të gjithë Shqipërinë. Mua ma dojë gjithë pyetjen që do të bëja që cilat kanë qenë bisedat tuaja me Lulzim Bashën në këto 4 vjet që kur ai zgjedhur kryetar. E fundit, pas ka qenë kjo që thatë ju 3 javë? Po besoj 10 ditë përpara 10 ditë përpara marrëveshjes 18 majit, si i bit 18 qershorit, sa i bite. Marrëveshjes e famshme majit, 17 majit. Midis Ramës dhe Bashi është një ndër pikat më të errta dhe që mbetet në pikat më të errta të historisë së tij politike. Cili është personi që di më shumë për këtë marrëveshje përveç atyre dyve? Askush tjetër përveç atyre dyve. Kjo është një marrëveshje që është okulte, do me të drejtë të gjithë e qunë një marrëveshje okulte, një marrëveshje për cilën kur nuk u bë transparencë, u përpoqen fillimisht që ta shohin si një konspiracion, por në fakt ajo po zhvillohet si një marrëveshje që zhvillohet çdo ditë përpara syve tonë, që nuk u mohu asnjëherë, por për cilën nuk u sqarua asnjëherë. Marrëveshjet politike në vendet të qytetëruara, në vendet që pretendojnë se kanë një demokraci qoftë edhe hibride si kjo jona, do të jenë transparente. Në rast të kundërt, ato mund të marrin çdo epitet nga marrëveshje mafioze në marrëveshje okulte, në marrëveshje të lidhur me karrigen e tyre, me frigën e tyre, me pegmarrjen e tyre dhe me shumë gjëra të tjera. Ndaj dhe është kërkuar gjatë gjithë kësaj periudhe që të bëjë transparencë mbi këtë marrëveshje. Pavarësisht nga kërkesa e politikanëve, medias, opinionistëve, analistëve, një gjë tjetër nuk ndolli kurrë dhe me sa duket nuk ka për të ndodhur. Por zhvillimet e mëvonshme sigurisht që kanë për të konfirmuar atë që secili prej nesh mendojmë dhe shohim si një opsion të mundshëm në një marrëveshje kaq të pazakont midis këtyre dy personave që një ditë të bukur, një moment të caktuar, pasi 4 muaj rresht u bë duke shfrytzuar, dhe në këtë rast i rem, duke shfrytzuar revoltën e njerëzve kundër Ramës,
për shkak se nuk kanë bukë njerëzit, për shkak se nuk kanë siguri njerëzit, për shkak se nuk kanë punësim, për shkak se njerëzit po ikën, ato kërkoshin që gjeshin një shpresë, dhe shumë prej tyre ju duk sikur çadra do ishte një shpresë për të rrëzuar Edi Ramën dhe për të ndryshuar gjana duke menduar se gjërat do të përmirësohen. E vërteta është se çadra u ngrit për karrigen e Lulzim Bashës. Momentin që e kam kuptu, unë jam largu nga çadra. Dhe unë nuk kam të shkuar në çadër. Cili ishte momenti që kuptuat? Të paktën 3 javët e fundit, unë e kam kuptu se ai kishte për karrigen e tij. Fillimisht mendova se mas asaj protestet mrekullueshme të 18 shkurtit, ku njerëzit o derdhen nëpër bulevard me revolt, gjëja më normale kundër këtë qeverisjes më ekzemplare të këtyre 27 viteve. Dhe kur e kam kuptu se e ka për karrigen e vetë, nuk kam dash t'jem hipokrite. Unë vetëm hipokrite nuk mund pranoj që t'jem. Nuk doja që qëndrimi im aty të jepte mesazhin që po, vazhdoni rrini në çadër sepse është për ju, sepse është për punësimin tuaj, sepse është për një shoqëri më të mirë, më të drejtë. Çfarë ju tha Basha kur ishit në çadër? Unë i kam shkuar në zyrë dhe i kam thënë ato që po them këtu. Të gjithë ato që po thonë këtu? Me foli si me fol në çadër, i thosh ti mos më fol mua si në çadër. Më dëgjo? Dhe masi arreshtova që të gjitha i thash kjo nuk është Partia Demokratike, sepse Partia Demokratike nuk vendos minat, mi themelet e parimeve, mi cilat ajo është ngrit. Kjo nuk është Partia Demokratike, sepse Partia Demokratike nuk është e lidhur fatin e saj mas karrigës së kryetarit. Kjo nuk është Partia Demokratike, se Partia Demokratike nuk turret kundër të gjithë personaliteteve më të larta gjermane, të Brukselit, të Francës, të Amerikës e tjerë duke akuzuar se janë të blerë me paret e narkotrafikantëve. Partia Demokratike nuk mund dalin ndaj sistemit, jashtë sistemit politik. Partia Demokratike nuk mund të mos hyjë në zgjedhje. Partia Demokratike nuk mund të pengojë të drejtën dhe lirinë e njerëzve për të votuar, qoftë në zgjedhje lokale. Zonjë, dakord pjesa e çadrës ju thatë, po në ditën e 90... Dhe më falë, dhe kjo ishte, edhe në çadër ishte i rënd, se kjo është i rënd, në thelbin e tij. Po kotat në ditën e 90 besoj dhe ju jeni dakord që ishin më lartë se sa ditën votimit. Pasi majti 4 muaj duke i thënë që nuk hym në zgjedhje me kryeministër Edi Ramën dhe ne do largojmë Edi Ramën, e vetmja gjë që bëri, largoi palcën e Partisë Demokratike dhe filloi miqësinë e madhe të fshehtë me Edi Ramën. Miqësi, dialog dhe pakt që vazhdon që për asaj dite nuk e dim sepse nuk u bë transparent. Zonjë, ajo që opinioni publik edhe brenda Partisë Demokratike pyesin, dhe unë po e transmetoj këtë pyetje sepse është një pyetje nga ato të mëdha përsëri dhe këmbgull që është një pyetje e madhe, për gjithë ju që e kundërshtoni dhe jeni kritik ndaj zotit Basha. Si e keni ju perceptimin? Si mendon zoti Berisha për zotin Basha? Dakor, ju mund përgjigjen të thoni që pyesin vetë zotin Berisha, po deklarata e zotit Berisha ishte që jo të përçahet Partia Demokratike, por të bashkohet. Dhe në një farë mënyre kjo nuk ishte nga ato deklaratat e rralla të zotit Berisha që ne në gjuhën tonë i themi jo thjesht nuk janë të drejtë për drejta, por nuk janë as kështu as ashtu. Rrallë kam dëgjuar unë një fjalim, një deklaratë zotit Berisha, që ai të mos jeti drejt për drejt, që ai të mos jeti qartë, të mos jeti prerë dhe të mos jetë i qartë për njerëzit, sepse ajo deklaratë ishte pa qartë. Si ka mundsi? Në fakt ka thënë disa gjëra thelbësore. Gjatë 4 viteve, brenda Partisë Demokratike, zoti Basha futi një frym përçarje që ne se kishim imagjinuar, të paktën unë që jam prej vitesh të tëra në atë parti. Dhe ndarja fillonte ne të Bashës, ato jo të Bashës, ne të rit, ato të vjetër. Ekziston kjo? Kështu, për 4 vitesh kjo frym dhe biles është diskutuar dhe një mbledhje të grupit parlamentar dhe me shumë finesë, në fakt. Ka qenë një problem për 4 vitesh. Ne nuk kemi folur asnjëherë për një gjë të tillë, pavarësisht se e ndjeshim një gjë të tillë.
as kolektimia, as deputet e tjerë, as njëri për i tyre s'ka thënë kur as një fjalë, e vetmja gjë që ne i banim, të banim opozite në parlament. Sepse mendonim se vendi kishte një qeverisje e cila ishte me një administratë inkriminume, me deputet inkriminum, me drogë që ishte shpërnda nga maja e Shqipërisë deri në jug të Shqipërisë, me rritje të varfërisë, me mungesë të investimeve, çfarë do frymë që cilej që krijohej. Unë kam besuar gjithmonë që ka qenë orientuar nga Lulzim Basha. Dhe sot vetëm e rikonfirmoj një gjë të tillë. Kjo jo vetëm e përçante Partinë Demokratike, po e dobësonte edhe në betejën e saj opozitare. Atëherë ne të gjithë zgjollëm një gjë. Ne bënim sikur nuk e kuptonim këtë frymë përçarjet, po vetmja gjë që do bënim t'i delnim zot demokratëve dhe të banim betejën me Edi Rame. Ndërkohë, një mënyra më mirë për të bashkuar demokratët dhe për t'i dhënë shpresë do ishte që procesi i zgjedhjes së kryetarit të ri të ishte një proces i barabartë për të gjithë, të ishte një proces i vërtet, të ishte një proces jo i nxituar, të ishte një proces me projekte dhe me ballafaqime, gjë që nuk po ndodh në fakt. Ajo që po ndodh është se zoti Basha i ngrir apo i shkrir, ka vendosur që me 22 korrik do bëhen zgjedhje, domethënë antarët e Partisë Demokratike nuk kanë kohën dhe mund të mos jenë as fizikisht në këtë kohë vere dhe të nxehti për të mbledhur me njëri tjetrin. Cili është mesazhi i statusit që ju sapo lexuat? T'i japim mundësi antarësisë që t'i kthejnë përgjigje pyetjes pse mungojnë 200.000 vota nga zgjedhjet e fundit të 2013. Ju mendoni se do merret një përgjigje nga sot apo nesër deri me datën 22? Atëherë pyetja shtrohet, pse ka kaq nxitim? Pse don që t'i vehet kapaku një çështje të tillë? Pse nuk don që të kthehet një përgjigje? Pse kemi minus 200.000 vota të humbura në opozit? Në asnjë vend bos, asnjë opozit nuk zbret kur del në opozit, vetëm fillon ngjitja. Vetëm me Lulzim Bashën ka filluar zbritja dhe ajo është një humës që përsëritet në veten e tij. Në 2013-ën, humësi më i madh i 2013 ishte Tirana, ku ky ishte shef shtabit dhe ishte kryetar bashkiet. Pra po filloi me 2013-ën. Vazhdoi me zgjedhjet lokale. Se nuk ja zini Zgjedhjet lokale të 2015, zgjedhjet lokale të 2015, dizastro, total. Shkojmë të Dibra. E di si justifikoi zgjedhjet lokale të 2015? Tha, sfitu mas, sa bashki, një numër krejt pa konsiderueshëm bashkisë në krahasim me 65 bashki që ishin gjëset. Tha, këto tha janë zgjedhjet ku ngrit partia nga veriun në jug, nga lindja në perëndim, ndërkohë që ne kishim humbur 50% të bashkive. Shkumë në Dibër, humbe me minus 4.000 vota. Di cili ishte justifikimi i tij? Kishim parashikuar, tha, që të humbnim minus 10.000 vota. Humbem minus 4.000 vota, fitum 6.000 vota. Po pse sjellje e përgjegjshme një kryetarit partisë është kjo? Po pse e përgjegjshme sjellja atij që ka kap karrigën dhe nuk e lëshon? Po pse e përgjegjshme sjellja një kryetarit të partisë masi që e ke çu me minus 200.000 vota që nuk lëshon karrigën, nuk lëshon, nuk lejon garen, nuk ban rregullin, nuk lejon procesin. Zonj, kemi disa kandidatash më përballë zotit Basha. Kemi zotin Patozi. Ju flisni për kandidat, unë flas për proces. Jo, dakord, po pa proces nuk ka kandidat. Janë falso, janë 3 kandidat. Si Astrid Patozi është falso? Jo, mos e interpretoni. Zoti Selami është falso? Në një proces pa rregulla, pa listë, jashtë shinave statore, nuk është zgjedhje. Kandidat jashtë zgjedhjeve nuk ka. Kandidatet ekzistojnë në zgjedhje. Këto s'janë zgjedhje, këto janë fars. Këto nuk janë zgjedhje, këto janë fars. Të caktume, me rezultat para caktume, por që se ka publikuar, vllai do ta publikojnë si mastin. Zoti Patozi nuk e ka intuitin që të kuptoj. Nuk jam duke fol fare mos me çote emra. Të rrim të jo, këta janë kandidatët, si? E para punë, nuk e di se zoti Patosi është kandidat, unë e di që nuk është i regjistruar. Kjo është vërtet. Ai e ka shpallur. Dhe nuk është regjistruar se nuk ka rregulla, se nuk ka proces. Po themi që pas rezultatit katastrofal të Lulzim Bashës, që është një humës i përsëritur gjatë gjithë këtyre 4 viteve, ai nuk lejon as proces. Çfarë ka ndodhur?
Ka përjashtu grupin parlamentar. Nga gjitha, se 80% e grupit parlamentar nuk është ma në listat e tij. Nuk është në listat e tij as sekretariati, në 80%. Nuk është në listat e tij as departamentet, në 90%. Nuk është në listat e tij as kryesia e tij personale, 95%. Çfarë i ka me kësaj partie? Antarësia. Lërja mundësinë antarësit që t'japin përgjigje pyetjes, pse mungojnë 200.000 vota në zgjedhjet e fundit. Po përjashton edhe antarësinë vetëm ai të majnë karrige. Kjo është një alarm që çon deri tash e ka çuar në gjunjëzimin e Partisë Demokratike. Kjo po çon në asgjësimin total Partisë Demokratike dhe kjo është katastrofale dhe për këtë përgjes ka vetëm një emër dhe ky është Lulzim Basha. Si pyetje të fundit të kësaj pjese zonjë, kam atë që një pjesë e atyre që kritikojnë zotin Basha ka parasysh këtu dhe zotin Ruli, i cili së fundi bëri një deklaratë shumë të fortë, ka thënë që Partia Demokratike drejtohet nga kunati i zotit Basha dhe nga familja e tij. Për publikun që nuk e kanë idenë kush është kunati, familja, a ka mundësi ta shpjegoni çfarë janë këto akuzë se njerëzit shkojnë në Lulzim Bashën, ai është kryetari i Partisë Demokratike, nuk e njohin familjen. Unë e kam thënë në deklaratën që kam marrë që lista e kandidatëve në emër të PD-s, po në fakt është listë personale familjare tyre. Po si të familjare, dhe shpjegoni, si ndodh këtë, çfarë? Se ajo është një zonja Topalli mund të ketë bërë gabime në jetë si politikane, po ne nuk e dim që këtë ta ka bërë burri, ta ka bërë djali, ta ka bërë vajza. Këtë jemi të bindur për këtë, po na shpjegoni këtë se njerëzit janë tulatur, thonë si ka mundësi familja i thotë zotit Basha hiqja emrin e zonjës Topalli, apo kunati, kush është ky kunati? Kush është kunati? Mund ta themi me emrin zonjë? Unë nuk kam asnjë dëshirë të përmend emra, po do përsëris atë që kam thënë. Lista nuk është listë e Partisë Demokratike, është një listë, është lista familjare, klienteliste e zotit Basha. Tani kjo me kriptogram, me këto të fshetat kështu zonjë, tani thoni si familja, ma e thoni. Më shumë se kaq unë nuk mund të them. Po pse nuk mund të thuash? Gjithkush e din se kush ka zyren Partinë Demokratike. Po e di ai fshatarja tim ku nisbon edhe ai në katërt Partisë Demokratike, se të gjithë vendimet merren nga familja zotit Basha. Antari i Partisë Demokratike në Vermoshe, di këtë çfarë do të thotë? E kupton ai që ju e keni fjalën familjari? Thuani kush është? Atëherë po të përsëris edhe herë. Më thatë që ju nuk e keni dashur zotin Basha. Nuk e kam pranu kur mënyrën e nepotizmit të tij, e kalkulimeve të tij brenda interesave të ngushta dhe që ishin tërësisht të pakonvergueshme me interesin publik. Dhe besoj se kam thënë çdo gjë, unë s'du të flas për emra, por demokratët e dinë, qytetarët e dinë dhe tiranësit e dinë. Dhe as zoti Ruli nuk ka gënjy dhe as të tjerë që po flasin për realitetin e krizë. Do thënë jeni dakord me atë që listën i ka hartuar kunati? Është një krizë e tmerrshme brenda Partisë Demokratike. Është morale, është krizë identitetit, është dukur e djathta në skenën politike shqiptare. Është dukur totalisht e djathta, nuk ekziston më djathtë. Por zhduket përfundimisht edhe Partia Demokratike dhe ato pak element që kanë rezistuar qoftë në zgjedhjet e fundit për të majtë frymën gjallë të Partisë Demokratike. Ndaj dhe është alarm dhe nuk zgjidhet duke marrë me çdo formë me dhunë, duke marrë peng Partinë Demokratike nga Lulzim Basha. Ky moment jashtëzakonisht e rëndë, jo vetëm për Partinë Demokratike, po edhe për vendin, ka vetëm një mënyrë për të zgjidhur, për të qëndruar statutit, për të mbledhur ca njerëz të urtë siç ndonë në botë dhe për të vendosur mënyrën për të bashkuar e jo për të përjashtuar, për të qenë inkluziv dhe jo për të qenë përçarë, siç ka qenë deri tashti zoti Basha dhe siç po vazhdon me insistimin më të madh për ta bërë edhe në këtë proces, edhe sonte në atë mbledhje që është bërë. Publicitet. Keni në një rast që duke qenë kryetar kuvendi e gjykonit ndryshe deputetin dhe duke qenë deputete e gjykonit ndryshe kryetarin e kuvendit? Ditë i shoh nga të dy këndvështrimet. Ditë të them që kur ishe kryetar e kuvendit ndodhte disa herë që thoja sikur të ishe deputete dhe të kishe më shumë hapësirë dhe mundësi për të folur. Për të folur
jo për të folur gjithkohën, po për të nërhyrë për çështje të mëdha. Në pozitat e kryetarit të Kuvendit, sigurisht që kisha një përgjegjësi që s'ishte e vogël, që çfarë ka Kuvendi në tërësi, cile është roli kryesor i Kuvendit dhe cila detyra e kryetarit të Kuvendit. Ke rolin e përfaqësimit, Kuvendi është përfaqësues, rolin e ligjvënies dhe rolin e kontrollit. Në kuptimin e përfaqësimit, sigurisht janë shqiptarë që votojnë ato që do jenë deputet dhe ato e dinë që votojnë dhe nes na metet vetëm se të pranojmë rezultatin e sovranit. Pavarësisht se çfarë mendojmë për përbërjen e Kuvendit. Ma akuzojnë se jam radikale. Ndoshta jam direkte dhe kjo i bën që ti dukem edhe ashpër. Ndoshta diku i pëlqen që të më etiketoj, të më vënë etiketen e radikales. Por në fakt unë kam bindjen e thellë se një opozitë fort, më fort nga kjo, nga që kemi qenë, ndoshta duke ishte arrit që presionin ta kishte më të madh dhe ndoshta ta kishte kufizu pak disa veprime të papërgjeshme në gjykimin tim dhe në vlerësimin tim që kryeministri Rama ka marrë gjatë kësaj periudhe ndaj biznesit, në tërësi ndaj biznesit, por edhe ndaj qytetarit në një gjykim më të përgjithshëm. Opozita sigurisht është pushtet, du t'jetë pushteti i moralit. Dhe në raport me këtë unë do kthejmë të një temë të cila unë e kam shumë për zemër dhe besoj thellësisht. Nëse ky vend ka një problem mallor, problemi mallor i këtij vendi është korrupsioni, i cili është pervaziv, është endemik, është në përmasa të frikshme, ka qenë gjithmonë, ka përqenë përsëri, por në përmasat në cilat gjendet sot dhe është sot, është i frikshëm. Nuk ka, për mua personalisht, korrupsioni është vjedhës i demokracisë, është barmisi i demokracisë dhe i mirëqenies dhe i mundësive ekonomike. Kështu që në këtë kuptim, betejë kundër korrupsionit, betejë për integritetin e politikanit, betejë e së drejtës dhe së ndershmës duhet jetë shtylla kurrizore e opozitës. Faleminderit, kthehemi në studio. Në fakt, kjo ishte më interesante për mua edhe pse ishte retrospektiv, një gjë e vjetër dhe ajo e vjetra ka disa vlera dhe për kohën e tashme tani, sepse keni folur për kryetarin e Kuvendit. Po asnjëherë nuk kam pyetur, më ka mbetur kështu kjo peng. 8 vjet kryetari e Kuvendit dhe dakord, ishe afër majës detyrës më të lartë të shtetit, po ministre nuk keni dashur, vetë ishit, nuk ju kanë propozuar. Çka ka ndodhur në ato 8 vite me pozitën që ju kishit, mund të ishit ministre? Të falënderoj për pyetjen, është e vërtet, unë kam pas mundësi për të zgjedhur, për të qenë ministër kudo që kam qenë kryetare e Partisë Demokratike, por nuk kam dashur që të jem në ekzekutiv. Se ju ka thënë Berisha që zgjidhi? Zoti Berisha sigurisht që më ka thënë. Ai më ka propozuar vetë herën e parë si kryetare e parlamentit, duke menduar si është një vend prestigjos. Se shoh nuk ka rëndësi as emri as çfarë kanë bërë, sepse është antistatuor, por unë shoh kë ngulje. Sa i nati pas ka emra ato zonjë? Sepse nuk du me fort, pra unë kur s'du me fort për emra. Po jo, çfarë është zoti Gjana, çfarë është emëruar sot e mbledhja e kryesisë? Nuk e di, dikush thotë që është në kryet një komision, nuk di gjatë, çfarëdo që tjetë është. Çfarëdo që thotë është apo nuk është, apo kush është, nuk ka rëndësi, por është nul si proces. Nuk është ky problemi. Problemi është se zotëria ti, ky humsi minus 200.000 votave, ky njeri që e qoj PD në ditën e vetë më të zezë, vazhdon të insistoj në një proces të pist, vetëm për të majtë karrigen e ti, karrigen e kryetarit, mirënojat e Partisë Demokratike dhe kjo është e patolerueshme. Tani, kam një pyetje, është e 5 herë që e them pyetje të madhe. Tani, kur ja thua Berishës tot gjitha, se nuk e besojnë që si ja ke thënë, kështu ja ke thënë dhe Berishës. Çfarë reagimi ka pasur nga zoti Berisha te ty? Si të ka thënë, Jozefin Riurt, Rimir, leri këto gjëra? Kur? Është dakord me ju?
Berisha t'jep të gjithë mundësinë që thush atë që ti dëshiron dhe nuk ndërhyn fare. Kjo mbaroi. Nuk e të vë fare ndyshim që ju ja keni shprehur këtë. Pyetja është, po s'është fjala vetëm për këto, ne kemi qenë jo dakord për zotin Basha. Çfarë ka thënë? Jo, që ke gabim? Të gjithë kemi qenë të lirë, të gjithë, edhe në qeveri, edhe në opozitë, për të thënë atë që ne kemi menduar gjithmonë me zotin Berisha. Këtu mos më na shkaloje. Zoti Berisha ju ka dhënë të drejtë për ato që ju keni thënë për zotin Basha? Zoti Berisha nuk flet. Zoti Berisha është shumë i kjo heshtje zoti Berisha e çuditshme. Po zoti Berisha ka thënë atë që do thotë çdo politikan që din minimumin, por unë edhe minimumin e moralit politik brenda një force politike. Zojnë, po di si thonë njerëzit. Po doj Berisha, nesër është i hequr zoti Basha. Jepi antarësisë mundësinë për të bërë një analizë të thellë për t'ju përgjigjë pyetjes pse zoti Basha i hoqi Partisë Demokratike 200.000 vota. Pse zoti Basha i hoqi Partisë Demokratike 200.000 vota duke quajtur në gjunjë. E that për të 10-ën herë këtë. Tani zoti Berisha a ju dha të drejtë për këto kritika që keni për zotin Basha? Këto nuk janë pyetje për mua. Zoti Berisha ka folë për me statusit të ti, pyetjet e tjera janë jo për mua. Sa pyetje për mua? Më zgjinjeve me këtë përgjigje. Unë them çfarë mendoj unë, çfarë ndjej unë. Unë refuzoj... Ke thënë aty që jam me drejt për drejt, refuzoj me gjithë qenien time që shpirtin e Partisë Demokratike ta zëvendësoj me kalkulimet e familjes të zotit Basha. E refuzoj e them këtu, e kam thënë përpara, do ta them dhe do ta mbroj deri në fund, sepse nuk janë për të tradhtuar demokrat e Partisë Demokratike. Kur zoti Berisha deklaroi dhe tha përmendi fjalën përçarje, ku e kishe fjalën? Ju si nënkuptuat? Unë një shpjegova pak më parë se në Partinë Demokratike ka pas një frym gati, mund të them edhe gati përçarjet, e futun për mu nga Lulzim Basha për të bërë ndarje, pro meje, kundra meje, i ri, i vjetër. Nuk e di, dhe më thanë se ne edhe tri nuk kemi, edhe nuk është se nuk kemi parë. Edhe vjetër nuk je zonjë tani? Apo nuk kemi lexuar, por nuk ndodhën në ndonjë vend që është serios që të merren njerëz që s'kan asnjë lidhje me politike dhe që nuk plotësojnë asnjë kriter politik. Përkundrazi, po ti shofish për shembull në Parlamentin Britanik, ato të gjithë janë mosha jeme mund të ishte më i riu aty në fakt, me një përjashtim tjetër. Po të shkosh në Kongresin Amerikan është po ashtu. Të shkosh në Parlamentin Gjerman, të hysh në Parlamentin Francez, të shkosh në Parlamentin Italian. Mirë, edhe gjatë kohës që ju keni drejtuar, keni qenë drejtin të Partisë Demokratike ka pasur nga këto, tani mos ta bëjmë. Jo, unë nuk di që të krijohen lista pa kritere politike me çdo kriter tjetër përveç kriterit politik. Kur nuk ekziston meritokracia, por urrehet, kur nuk vlerësohet kontributi, por urrehet, kur nëse ke ba opozit do të hidhesh, kur nëse nuk i pëlqen familjes do të hidhesh, kur nëse nuk po vazhdojmë me të tjera, por ka shumë akuza, edhe për vendet të caktuara të listës në qarqe të ndryshme, për të cilat zoti Basha nuk ka kthy përgjigje. Rrezikon Partia Demokratike që të ndahet dhe një fraksion i saj? Partia Demokratike është drejt asgjësimit. E ka ulur në gjunjë me këtë proces, po e përçan, po e përjashton dhe po ekzekuton përfundimisht duke ruajtur mas vetes vetëm grupin e familjes dhe të klientës së tij. Dhe do them një gjë. Familjes nuk na that. Dhe do them një gjë. Gjatë kësaj periudhe që ato djemë dhe vajza të reja, burra, gra, antarë të Partisë Demokratike, të sekretariatit, ish deputet, antarë të thjesht, janë ngritur të gjithë, kanë firmos, bëjnë thirrje, thonë bën një proces të drejtë, të rregullt, të barabartë, ka filluar një sulm i papar nga të gjitha drejtimet. Kanë fillu opinionistët e Edi Ramës, të cilë dalin ekran me ekran që ishin zhduk prej kosh duke na sulmuar që gjithë ne. Mos më bën përshtypje se është njerimi dhe dëshpërimi. Si analistët e Edi Ramës sulmojnë kritikët e afër Edi Ramës, mbrojnë zotin Basha dhe na sulmojnë të gjithë neve. Njëran, janë grupe të tjera oligarkësh të cilët janë bashkëngjitur dhe të njëjtën kohë kanë edhe kopertura mediatike, të cilët kanë organizuar shtabe me detyrim për të shkruar artikuj kundra të gjithë këtyre burrave dhe grave të Partisë Demokratike. Këto njerëz, të cilët pasi kanë vendosur rrogtarët e tyre në vende të sigurta në krye të listës Partisë Demokratike,
dhe me njëherë mrapa kanë bërë thirrje për t'i dhënë një mandat të dytë zotit Basha. Pikrisht këto që kanë kërku mandatin e dytë për zotin Rama, sot kërkojnë mandatin e dytë për zotin Basha, mi renojat e Partisë Demokratike. Prandaj ato janë sot në mbledhjen e kryesisë, prandaj anëtarët flasin, prandaj ne bashkohemi dhe kërkojmë ringritjen e Partisë Demokratike dhe jemi të shohim dëshpërimin dhe mjerimin në të cilin ka shkuar zoti Basha, që ka fut këtë parti një proces të pisë dhe nuk e lën atë përhyn në hullin e statutit të rregulla dhe të një procesi të drejtë. Kjo pak lejsi, mund detyroj që një ditë largoni nga Partia Demokratike ju personalisht? Jo, zoti Basha ka ikë nga Partia Demokratike dhe ka kriju partinë e familjes. Përgjigjem. Ai ka Republikën e Re, ka kriju partinë e Partisë Demokratike zonjë. Ka kriju partinë e Partisë Demokratike, është i zgjedhur. Prej Partisë Demokratike nuk ik asnjëri prej aty burrave dhe grave dhe aq me pak Josefina Topalli. Ju nuk ikni. Kur? Këtu do jetë. A mund të krijoni një parti tjetër? Kur? Do t'i dalim zot deri në fund Partisë Demokratike. Pavarësisht përpjekjeve të tij dhe ndihmës që po jep Edi Rama për ta marrë kryesinë edhe herë Partisë Demokratike, mi rënojat e Partisë Demokratike. Po këta kandidatë të tjera, mund të jepni koment, janë disa emra edhe të panjohur, po edhe thash zoti Patozi, zoti Selami, cili është mendimi juaj për gjithë ta që kandidojnë? Unë nuk jap asnjë koment sepse po të kishte proces gjellor do vlerësonte antarësia. Ka një proces të pjesë, ato praktikisht nuk janë në garë, se nuk ka garë dhe nuk ka proces. Cili ka qenë, po e bëjmë në këtë formë dhe për të kaluar edhe në politikën e ditës, sepse Edi Rama ka fituar zgjedhjet, se harruan fare. Edi Rama ka fituar zgjedhjet, zonjë. Absolutisht, dhe ka problemi tjetër, nuk bën opozitë Lulzim Basha. Dhe në 4 vite nuk ka bën një opozitë fort Lulzim Basha. Kemi bërë opozitë ne në parlament, po ai ka bën një opozitë shumë interesante. Për herë të parë ju kam dëgjuar që për një gjë ne ishim rastësisht pse? Rastësisht në ditëlindjen e të ndjerit miku ton që ndroi jetë përpara disa kohësh Gimneza dhe më lejo të jap një vlerësim për fjalimin shumë interesant që ke bërë në atë përvjetor, por një detaj aty që edhe mediat u kapin që u takuat me zotin Meta, thatë janë dakord me zotin Meta. Për të parë ju dëgjoj këtë gjë zonjë, që ju jeni dakord me zotin Meta. A ishte, unë të falënderoj, a mund të flasë 2 fjalë? Po, patjetër. Ne ishim në një ceremoni në përvjetorin e datëlinjës së Gimnez, i cili është nda nga jeta një vit përpara. Agimi ka qenë këshilltari imi, kur unë ishe kryetare e Kuvendit, ka qenë këshilltari disa ministrave drejtësisë, ka qenë këshilltar kur Meta ka qenë minister i jashtëm, dhe zoti Meta tha një gjë për Agimnezën, tha ishte luajal me detyrën shtetërore. Edhe unë ashtu e besoj, zoti Meta kishte shumë drejt në këtë vlerësim në i zotit Neza, i cili ishte i natyrë, do të thanë, në pak njerëz që të duhej nga të gjithë, ta doshin të gjithë dhe ta respektoshin të gjithë. Ndaj edhe unë sot po shfrytëzoj këta 2 minuta për të shpreh ndarimin dhe për të shpreh dashurinë 2 vajzave të tij që unë atë ditë i pash duke kjo të dyja i majmën ishin krete vogla kur organizoheshin në parlament festat e vitit 3, vite e Agimi, Mira Bashortja dhe 2 vajza që ishin krete vogla, ato ishin rrit, janë sot studiojnë në shkollë në New York, janë më të mira të shkollës. Dhe unë e kisha dëgju një gjatë tillë dhe i thash unë kam dëgju se ju jeni më të mira të shkollës dhe ato nuk e pranoshin. Ja përsërita 3 herë dhe ato prap thanë nuk më kthan përgjigje, nuk më kthynë përgjigje dhe pash që aty ishte tek këto fëmijë ishte një edukat e jashtëzakonshme e prindve të tyre, gjysherëve të tyre për të mos fol mirë për veten, siç dëgjojmë këto tjerë që flasin vetëm për veten e tyre, po për qenë më të mirë dhe për të mos thënë kurse unë jam më e mira. Kjo është edukat, është kod, është kulturë, është civilizim. Ca vlera që kanë filluar që të humbin në politikë, por në fakt në familjet shqiptare janë thellësisht të ngulitura. Okej, edhe unë të falenderoj për këto fjalë kaq të mira për kolegun Neza, i cili përpara një viti ndroi jetë. Zoj, kthehemi në situatën politike. Ju ngacmova me zotin Meta, po a rrezikon zoti Meta që të mos marrë detyrën e presidentit për atë rastin tashmë të datës 24 korrik që ne tashmë e dim? Do të ishte çmendori.
Çmenduria e Është kujt? i zgjedhur në mënyrë të ligjshme. Me pëlqen, s'me pëlqen, është Por i në zgjedhur qoftë se në mënyrë nuk të marrin ligjshme. pjesë deputetët në votim, rrezikohet? Po kjo do ishte çmenduri. Ta fusish Partia vendin- Demokratike do marrë pjesë? Unë nuk di. Keni informacion? Unë nuk kam ndonjë lajmërim nga zoti Basha, po i takon për me marrë pjesë, ka Sepse- për detyrë për me marrë pjesë. Kuvendi i vjetër apo kuvendi i ri? Kuvendi ne kemi mandatin deri në Deri në shtator. shtator. Do të thënë juve. Po sigurisht. Po në qoftë, do të thënë ju do pyesni zotin Basha, do shkoni atë ditë, ju vetë do shkoni. Edhe herë, janë ca momente të Jo, cilat kjo duhen është respektu shumë dhe janë kritike. detyra dhe janë detyra për të realizuar. Që do të thotë, Nëse Edi Rama mendon se po, edhe megjithatë unë duam të kenë e kujdesshme, nuk kam se mendoj që ai të bëjë një gjë të tillë sepse do ishte e pa precedent dhe e pa imagjinueshme. po kjo është Dhe thënë në dua të shembull- mbyll këtu se nuk kam Se- se ngri hipoteza me një gjë që unë nuk e di nëse do bëhet, se s'ma merr mendja se mund të bëhet. Nuk e imagjinoj ta fusish vendin me kaq halle në një krizë tjetër për çështje personale, po nuk besoj dhe nuk kam se e gjykoj përderisa nuk më takon me fol për një gjatë që nuk e di. Ishte një lloj kërcënimi Nuk mund ai ta që Rama imagjinoj. i tha sot metët, të kthjellohet. Kthjellohu tha. Si shokoj në verë. Janë bashkë shumë, janë shtu. Shiko, situata është serioze, është serioze se mund të kesh një kryeministër i cili është arrogant, ka përcen disa kufi, ligjor, kushtetues, etj. Por, kur ke një opozit të fortë që i qëndron parimeve, vlerave universale, mbron të drejtat e njeriu, drejtat politike e tjerë, njeriu ka besim dhe thot, shiko se nuk e len opozita për të lëviz. Alarmi sot është se s'kemi opozit. E vetëmi opozit nëse do jetë opozita e Ilir Mec. Po unë s'du që vendi të metet në durët e opozitës e Ilir Mec. Unë du që opozita, Partia Demokratike të bëjnë opozitën e vetë. Por në kushtet e një marrëveshje shumë të përfolur dhe shumë të paqartë, çdo gjë është kthyer në një rrezikshmëri të madhe për vendin dhe për sigurinë e njerëzve, për garancinë e njerëzve. Do them një gjë. Ka ndodhur para 2 ditë një ngjarje shumë e rëndë në Shkodër, një vrasje, kanë vrarë një doktor në shtëpinë e tyre. Në sy të djalit 15 vjeç, të mamas së tij, të gruas së tij, ke dëgjuar nga opozita që thohet një fjalë. Do të thënë, po ndodhin shumë gjëra, po ka probleme me ujin, ka probleme me energjinë, ka probleme është njerëzit duhen me jetu, njerëzit duhen me çu rrogën në shtëpi, njerëzit duhen me çu nesër fëmijët në shkollë, ndoshta një ditë në plazh etj, askush se ka mendin këtu. Është një situatë e pa shembull në kuptimin që është e frikshme. Zhvillimet e fundit janë të frikshme. Është e frikshme mandati që ka marrë Edi Rama, që ja dhuroi Lulzim Basha në fakt. Ma mori vetë ai, pse ja dhuroi? Ja, një sekond. Po si ja dhuroi, ai e mori vetë. Edi Rama ka marrë. marrë. Fitoi, tani ne ti themi pse fitova. Edhe herë. Qofse hyn me analizën e zgjedhjeve, fillon me pjesëmarrjen dhe ke nga 54% ka zbrit në 46%. Ke 8% zbritje në pjesëmarrje që tregon refuzim të shqiptarëve për të marrë pjesë në zgjedhje. Edi Rama ka të njëjtat numra si që ka pas përpara, në numra absolut. Po, kjo është e vërtetë. Ndërkohë që ka marrë 73, sa 74 mandate. 74 mandate, me të njëjtin numra. Dhe kjo pse ndodh? Kjo ndodh se PD-ja ka marrë minus 200.000 vota, se qofse të paktën do ishte tek viti 2013, kur Sali Berisha dha dorëheqjen e parë revokueshme. Dhe ne tjerë dhamë dorëheqjen, ai nuk kishte majorancë dhe nuk mund të kërciste edhe nuk mund të kërcënonte deputet apo partitë e tjera. Prandaj po them, është një histori shumë e fshehtë dhe me po është edhe frikshme ajo që po ndodh në vendin tonë. Jo vetëm se kërkush se ka mendin të hallin e qytetarit, por për faktin se këto nuk pyesin ma as për ligj, as për kushtetut, as për parime, as për moral, por janë kap maskarrigës së tyre dhe pastaj ajo shpreha që thotë Edi Rama në fakt po ndodh edhe në Partinë Demokratike. Këto kërkojnë që procesi të hyjë në shinat statuore, ai thotë qenë të lehin karvanies përpara. Kjo është alarm. Deshe një koment për Lëvizjen Socialiste për Integrim, e cila mbas 8 vitesh edhe ajo kalojnë në opozit, po ka pasur disa zhvillime. E para debati i madh me kritika dhe me akuzat zotit Meta ndaj zotit Rama, i cili në një farë mënyre
u përfshi si ndërmjetës midis zotit Basha dhe zotit Rama për t'i bërë bashkë, dhe në fakt ata dy ju kthyen zotit Meta. Ndërkohë kemi për herë të parë në Shqipëri një femër kryetare e një partie si zonja Kryemadhi. A ju uruat për? Jo, nuk kam pas rastin për t'i uru. Unë uroj që të bëhet një opozitë fort, unë do doja shumë që të bëhet një opozitë fort, vendi ka nevojë për një opozitë fort. Unë jam e tronditur që Partia Demokratike nuk ndihet së rgjallë, ndërkohë që në vend po ndodhin shumë gjëra. Shoh me shumë rezervë nëse ajo do bëjë një opozitë, pas qaru marrëveshjen midis Bash edhe Rams, të gjitha pikpyetjet dhe të gjitha opsionet e mundshme mund të ndodhin. Gjë që do thotë që një vend që ka qenë 50 vite pa opozitë përfundoi pa një opozitë të fuqishme, se LSI-ja ka një numër të kufizuar shumë gjysmën e gjysmës që ka mbet nga Partia Demokratike nga 2013, është një sinjal i keq, është një mesazh i frikshëm, më thënë drejtën. Edhe mënyra e trajtimit dhe zhvillimit të ditëve të fundit të kujton edhe fjalorin e Kose Enver Hoxha, po të dëgjosh sulmet që bëhen ndaj këtyre që quhen kritik të Bashkës, po në fakt nuk e kanë me Bashkën, sepse ato kanë partinë 1000 herë më të shtrenjtë se Bashkën, se Basha kryetari, po partia është tjetër gjallë, sa kryetarët ndryshohen, edhe ai ka partik. Ti dëgjosh që të quhen punista, sabotator, dhe pastaj ti vehen mrapa 1000 epitetet të tjera, nuk është të thjeshtë, është një mentalitet që sikur është rizgju dhe sikur po tenton që të vinë një formë moderne me maska apo me veshje të rreme perëndimore në krye të forcave politike shqiptare. Zonjë, ju e mendoni veten një ditë kryetare të Partisë Demokratike? Unë nuk mendoj asgjë, vetmja gjë që mendoj është i dalë zot demokratëve. Unë nuk mund të pranoj, dhe këtu unë nuk nalem, të shoh një kryetar që nuk lëshon karrigen e tij mirërenojat e Partisë Demokratike. Këtë nuk e fali, se Partia Demokratike është shpirt dhe shpresë, dhe nuk është kalkulime të familjes së tij. Nëse do të kërkoni një pjesë e antarësisë, po edhe ish bashkëpunëtorët tuaj, apo dhe bashkëpunëtorë që ju të kandidoni dhe ju të ishit kryetare e Partisë Demokratike, ju nuk do ta bënit këtë gjë? Unë nuk e kam menduar asnjëherë një gjë të tillë dhe nuk eci me opsione. Ajo që unë di është që unë nuk nalem dhe nuk dorëzohem. Gratë nuk bajnë hap mrapa. Nuk e kam bërë gjatë gjithë jetës time politike, pavarësisht. Tani gratë bëjnë dhe hapën mrapa tani, mos e për vete mund ta thoni, po jo për gratë. Unë bashkë me të gjithë të tjerë nuk kemi ndërmend që të bëjmë një hap mrapa, një kohë kaq kritike dhe dramatike për Partinë Demokratike. Ndërkohë që e djathta është zhdukur në Shqipëri dhe edhe unë nuk mund të pajtohem kur me një gjë të tillë. Okej, kalojmë në publicitet për të kaluar më pas në pjesën e fundit. Publicitet. Faleminderit, kemi ardhur në pjesën e fundit të emisionit. Zonjë, Edi Rama fitoi zgjedhjet dhe fituesi i thuhet urime dhe suksese. Jo siç e thatë ju pak më parë. Ai fitoi zgjedhjet. Ai mori zgjedhjet sepse Basha nuk një farë mënyrë i adhuroi. Në mënyrë direkte dhe indirekte i adhuroi këto zgjedhje. Me minus 200.000 vota të Partisë Demokratike, ai dha 74 mandate Edi Ramës. Edi Rama nuk ka marrë asnjë votë në numër absolut më shumë. Po si vërtetoni që bashkëpunoni, se keni thënë dhe herë tjera dhe ju dhe ish deputet tjerë zoti Patozi. Si bashkëpunon zoti Rama me zotin Basha? Na e vërteto. Prandaj duhet të sqarojmë marrëveshje. Dhe prandaj fshihet marrëveshja. Ke dëgjuar të dalin ndonjëherë dhe të flasin për këtë marrëveshje? Ke dëgjuar ndonjëherë të bëhet transparencë? Dim ne se çfarë ndodh? Jo, un kam këtu 6 marrëveshje më të rëndësishme që kanë ndodhur në Shqipëri në këto 27 vjet. Janë marrëveshje të hapura ato, publike. Marrëveshja që solli qeverinë e stabilitetit në Thenjim me kryeministrin Ylli Bufi. 2. Marrëveshja 9 marsit 97 që solli qeverinë me kryeministrin Bashkim Fino. 3. Marrëveshja Nano Berisha në 2002 që zgjodhi presidentin konsensual Alfred Mesiu. 4. Marrëveshja për shtyrjen e zgjedhjeve lokale që shtyu zgjedhjet deri në 17 shkurt 2007 midis zotit Berisha dhe zotit Rama.
5. Marrëveshja për ndryshimin e kushtetutës në vitin 2008, 6. Marrëveshja 18 maj 2013 për zgjedhjet. Kjo është vetëm marrëveshje që nuk e dim se çfarë marrëveshje ka. Prandaj është okulte, dhe prandaj është e frikshme. Dhe prandaj për të nuk flet asnjëri prej dy personazheve. Dhe prandaj kemi këtë rezultat zgjedhjeve, dhe prandaj kemi këtë sulm ndaj gjithë kritikëve të Ramës, dhe prandaj kemi dëshirën kaq të madhe të Edi Ramës për të pas Lulzim Bashën përsëri në kryet të Partisë Demokratike për të vazhduar projektin e marrëveshjes që ne se njohim, por që ato dy me vendosmërinë më të madhe duket dojnë me çu përpara. Në fakt, zyrtarisht ne kemi një dokument të shkruar, po ju gjithmonë e keni me rakun të ato pesor që zoti Rama dhe zoti Basha kanë ndendur bashkë? Nuk ndodh në politikë që të rinë dy persona të pashoqëruar nga të tjerë dhe të diskutojnë për gjëra që ne nuk e dim për çfarë kanë diskutuar. Natën vonë. Kjo miqësie në vetë vona të kësaj vere të nxehtë është gjëja më nxehtë që është hedhur natyrisht nuk është direkte në ndikim, sot nuk ndikon direkt tek shqiptarët, por shumë shpejt do ta shohin rezultatin e kësaj. Si parashikon 4 vitet e ardhshme të qeverisjes së Partisë Socialiste? Zoti Rama mbajti një fjalim sot dhe tha që jemi më të obliguar për të punuar shumë herë më mirë me votat që kemi marrë që na kanë dhënë shqiptarët. Është dëshpëruese, është e trisht që qeveria më e keqe 25 viteve të rikonfirmohet me një numër më të madh karrikash, pavarësisht nga votat, masi që e ka mbushur vendin me drogë, masi që e ka bërë vendin më të pasigurtin në rajon, masi që e ka shumë fishu varfërinë ekstreme, masi ka ullë numrin e investimeve të huaja direkte dhe indirekte, masi ka zvoglu shtresën e mesme, masi ka rrit pasigurinë në vend, masi ka dështu në çdo aspekt, masi s'ka mbajt asnjë premtim nga premtimet e tij, masi është tallë gjatë gjithë fushatës elektorale me Barceleta, pa paraqitur asnjë projekt, asnjë program, asnjë premtim. Këto zgjedhje kanë qenë shumë të pazakonshme. Dhe se kam fjalën vetëm se zgjedhjet janë bërë me një qeveri ku janë të trija forcat politike bashkë, që është një nonsens, një gjë, nuk e di, nuk di t'ja vë emrin. Por zgjedhjet në thelbin e tyre ishin duke që dy palë kishin një siguri shumë të madhe me njëri tjetrin. Ekzistonte një garanci midis tyre që edhe njërin e lejonte që të bënte gafa, edhe tjetrin i jepte mundësinë që të mos fliste më as për drogën, as për krimin, as për korrupsionin, as për koncesionet. Vetmja kritik që u bëhej ishte që unë nuk do jem kryeministri që zyren time do e kem me flutra, unë nuk do jem kryeministri që do bëj ekspozita. E rëndë shumë. E panershme ndaj shqiptarve, e panershme ndaj qoftë socialistëve për sa i takon artikulimit të zotit Rama, qoftë demokratëve për sa i takon mos konsekuencës në artikulim dhe në sjelljet e zotit Basha. Zonjë Topalli, edhe zoti Basha, madje edhe zoti Meta, presidenti i zgjedhur i Shqipërisë, kanë hedhur akuzat forta ndaj ndërkombëtarëve dhe sipas tyre zoti Rama i ka blerë një pjesë të diplomatëve të huaj. A mbështesi ju këtë akuzë? Cili është komenti juaj për këtë? Ja, unë nuk kam asnjë fakt për një gjë të tillë. Nuk kam asnjë fakt, por ne shumë shpejt do jemi... Ka një fakt, në fakt. Ordone? Ka një fakt publik që për masivizimin e kanabisit, nuk është se ndërkombëtarët tuaj dhe ambasadorët tu kanë folur. Është të vërtet, është shumë e rëndë, por unë mendoj se edhe opozita nuk ka bërë detyrën e vet për të informuar dhe për të insistuar. Prandaj të thash që ka rezervat shumëta për opozitën e Lulzim Bashës. E ndaj nga opozita grupit parlamentare, grupi ka qenë i motivuar dhe ka punu dhe ka bërë detyra, është një grup që do hynë histori për të bërë betejat e veta, është detyruar me ne 1 vjet larg parlamentit, për të rrheq vëmendjen, për të marrë fokusin e tjerë. Dhe është duke fare, të gjithë, 80% të tij. Pra, do të thotë që zoti Basha me stafin e tij ka qenë i pamjaftueshëm
për të informu të huajt, apo për t'ja mushur mendin, apo për të detyru për të shkruar në raportet e tyre se ky vend është mbushur në kanabis dhe në drogë. Atëherë, si ka mundësi zonjë që, mirë, dakord, Partia Demokratike, ju keni drejt të thoni këtë që më shumë do kishe insistuar, po ndërkombëtarët ju shkon dhe ju kjo që zoti Rama, një pjesë të tyre e ka manipuluar, si që thotë zoti Meta, madje dhe zoti Basha? Unë nuk e di. Nuk preferoj të mos hyj në një gjë të tillë. Unë problemet, mendoj një herë se problemet ne do t'i shohim brenda vetës. Unë nuk mendoj se ndërkombëtarët mund zgjidhin çështjet tona. Ato janë partnerë të jashtëzakonshëm, janë partnerë të shkëlqyeshëm, por fillimisht problemet tona do t'i zgjidhin vetë. Brenda partisë do të shikojmë nga vetja jonë, jashtë partisë në çështjet e qeverisjes tek vetja jonë. Sigurisht është një mbështetje, kur gjen mbështetjen e ndërkombëtarëve, është një inkurajim shumë më i madh, por problemin do ta shohim te vetja. Zonjë, mbaron legjislatura, po thuaj se ka mbaruar, pavarësisht se ju mandat e keni deri në shtator. Si është drejtuar parlamenti nga zoti Meta në këto 4 vjet? Jo, bëj këtë pyetje dhe për shkak të detyrës së lartë që edhe ju keni pasur, madje ka dhënë hapësira për të ndërhyrë dhe për të folë edhe jashtë kohës. Gjë që unë nuk e kam leju kur unë kam qenë kryetare e kuvendit. Ku të faletit kalon dhe sekonda, të hiqi mikrofonin. Bile i kapi dhe pezhele si nxirë për jashta. Unë e kam thënë për tjerë të bëjnë. E kafshon buzën tani që ke thënë? Unë kam menduar që rruga më mirë për drejtu një institucion është ligji dhe rregulloria. Unë jam besimtare e madhe e ligjit. Unë e di që shqiptarët ligjin nuk e kanë atë gjë serioze, por unë mendoj se një shtet nuk bëhet kurrë nëse nuk beson te ligji dhe tek ligjshmëria. Tek ca parime, sa do të reduktuar që t'jenë, e tek ca vlera universale. Në qoftë se gjërat do t'i trajtojmë si Haxhi Qamili, ky vend nuk ka një ardhmë shumë të mirë. Mirë, zoti Mete e ka lënë kohën opozitës. Nuk ka lidhje, jo, nuk ka lidhje. Tashti ika nga zoti Meta. Ne flasim për hapësirat e opozitës në kuvend. Atëherë ju po ktheni prapë te zoti Meta, po them që e ka drejtuar me tolerancë ndaj opozitës. Sepse e thersova këtë zonjë, sepse zoti Rama ka thënë sot që nuk do ketë më tolerime të tilla në kuvend, do zbatohet rregulloria. Unë hyj në ato që kam besu që duke qenë rreguroze me rregulloren është mënyra më e mirë. Zoti Meta ka menduar që është zgjidhja më e mirë duke lëshuar nga rregulloria dhe duke dhënë hapësira. Këtu ndajeni bashkë. Zonjë, si vjet është 105 vjetori i shtetit shqiptar. Unë e di që i keni pasur për zëmër, sidomos për vjetoret e shpalljes së pavarësisë. Ka ndonjë ndjesi të veçantë këtë herë që nga ai, më kujtohet ai 95 vjetor dhe 100 vjetor që ju ishit shumë aktive, shumë prezente dhe keni bërë disa aktivitete që mua më kujtohen shumë interesante, sidomos respektin e madh që bët për familjet e pasardhëve të firmtarëve të pavarësisë. Ndali diçka të veçantë pikërisht për këtë vit që edhe ky është një jubile jo pak i rëndësishëm? Uroj që presidenti i ardhshëm, po edhe kryeministi, edhe kushdo që tjetë kryetar parlamentit ta marrin seriozisht. Ne kemi një histori të shkurtë të shtetit shqiptar me aksidente të mërsisht të rënda gjatë kësaj periudhe, ku gjysma e periudhës shkon në diktaturë, pjesa tjetër përpjekje për të ndërtuar bazat e një demokracie, me sfida të jashtëzakonshme në betejë ndaj korrupsionit, me sfida të jashtëzakonshme për demokratizimin e forcave politike, me bërjen në disa raste të disa hapave para dhe të mrapaktheuve të frikshme. Jemi një moment kur forcat politike në fakt kanë humbur besimin, besoj unë, të qytetarëve shqiptar, kur shoqëria duket nga i herë mallkume, duket e mallkuar që të vazhdoj të jetoj me historinë apo me komedinë e konatit
Shoko Xhemal. Është një situatë sa e frikshme dhe komike në fakt, kjo që po ndodh në Shqipëri, po ndërkohë që ne politikanët merremi me këto gjëra, njerëzit s'kan bukë për me dhanë fëmijëve me hangër. Dhe kjo krijon një distancë aq të madhe dhe krijon një ndjenjë aq nevorie ndaj politike dhe unë jam e bindur për këtë. Unë ndjej një gjë të tillë dhe ndaj dhe jam e përfshirë, po edhe emocionalisht për të reagu. Vjen një moment kur shoqëria do reagoj. Nuk pranon shoqëria që ta marrish sikur ajo nuk kupton, ta përdorësh që pa qenë antar një forcë politike ti nuk gjen një vend punet, që kur ti ku unë nga pushteti ti do t'ikësh, që i ka unë do s'pastrohesh ti, do hapen dosjet për ty, është një situatë aq e rëndë, një proces në tërësi aq i pist, një mungesë, është një krizë besimi totale. Krizë besimi dhe mungesë e kartës morale. Pa vendosje në një besimi, mi një kartë morale dhe mi gjetje një autoriteti moral, gjërat mund të degradojnë edhe më keq nga që kanë degradu deri tashti. Në këtë moment, ne kemi mungesë të një autoriteti moral. Në përgjithësi në politikën shqiptare. Ndërkohë që zhvillimet e fundit në Partinë Demokratike tregojnë jo vetëm keq, po edhe më keq se sa kaq. A ka figurat tjera, se e sot përsërit e Partia Demokratike, a ka figurat tjera të Partisë Demokratike që nuk kanë qenë aktive edhe në këtë legislaturë, por që ju afrohen dhe ju mbështesin ju zonjë? Patjetër. Ka shumë. Janë shumë. Sa është këtë mbështetje që ju e keni një perceptim? Sepse nuk kemi dhënë sakt për i të vërtetës, dakord ju thatë forumet dhe kjo sot mja ishte jo pak, sepse është brenda strukturave, po jashtë strukturave, antarësi e thjesht dhe sidomos ata që quhen themelues të Partisë Demokratike. Roland, janë shumë, jo vetëm themelues, jo vetëm ish deputet apo deputet që kanë qenë të njerëz, ne kemi pas njerëz shumë serioz gjatë legislaturave në parlament. Kapacitete, ne kemi bërë edhe gabimet tona gjatë legislaturave që kanë metë jashtë. Por unë besoj se nëse do në me gjetë thelbin e refuzimit nga shoqëria shqiptare ndaj kësaj lloji politike që gati e ka qu Partinë Demokratike për ta futur në haremin politik të Edi Ramës, lexo shifrën minus 200.000 vota dhe ke kuptuar çdo gjë. Dhe kush thotë se janë pak apo janë shumë, të kthehet tek shifra minus 200.000 vota. Nëse nuk bëhet një analizë mi mungesën e minus 200.000 votave, gjërat kanë për të rrukullisur edhe më keq nga çfarë janë sot. Dhe pyetja e fundit zonjë është që në dhjetor Shqipëria mbush 27 vjet nga vendosja e pluralizmit, pra nga rrëzimi po themi formal, sepse ajo pësoi deshi dhe pak kohë që sistemi të binte, por në atë po themi vendosjen e pluralizmit në Shqipëri. Në këto 27 vjet, Jozefina Topalli si i analizon me atë që mendoj dhe parashikoj në vitin 1990? Në atë kohë ne besoshim se gjërat do të rregulloheshin më shpesh, besoj se kjo është një ndjesi apo një ëndër që çdo shqiptar e ka pas. Ndërkohë që mas 27 viteve janë 56% e shqiptarëve që dojnë të ikun përsëri, mas i kanë ikë të paktën 40% e shqiptarëve. Kjo tregon që ka qenë një tranzicion shumë i vështirë, me trauma dhe drama të mëdha gjatë këtyre 2-3 dekadave, me progrese dhe regresin e vetë. Po të përsëris edhe i hera që e kam thënë 1000 herë, mikja jeme, Helen Hyman, më thoshte në vendin tim kemi 1000 vite histori parlamentarizmi. Sa ko kam mbretërish dhe kryetar parlamentësh janë prej në Westminster për para se të mërim këtu ku jemi. Kështu që gjërat duhet mi pa më optimizëm, unë bëj betejat e mia, por në thellësi të shpirtit, besoj se në qoftë se i marrim pak me idealizëm dhe tikim pak nga i pragmatizmi i pështirë që ka shoqëruar politikën këto vitet e fundit, shqiptarët e kuptojnë me herë. Ato e ndjejnë kur ti flet me sinqeritet apo kur ti je i rrem. Kur
kur ti i vërtet, apo kur ti me çdo kush do me kap një karrige. Politikani ban gabime në jetën e tij politike, por kur shkon të mkati dhe kur bësh arrogant deri aty sa të shkelesh mi çdo gjë, vetëm për veten time, atëherë do të më thanë ndal. Kështu që unë në momentet e tilla ne do të gjejmë kurajon për thanë ndal, ku është për thanë ndal, dhe për shpresu se gjërat ndryshohen për mirë dhe unë besoj. Unë kam parë Partinë Demokratike të shtrirë për tokë në 97-ën pas piramidave, dhe bashkë me kolegët, me drejtimin e Zotit Berisha, në atë kohë e kemi ngrit dhe e kemi qune fitore pas fitore, zgjedhje lokale, zgjedhje politike, zgjedhje lokale, zgjedhje politike. Shoh se mas 20 e sa vitesh, kur vjen një tjetër, e qonë humbi zgjedhje lokale, hundi zgjedhje politike, dhe pas të thot, unë nuk iko, nuk largohem, po, duhet nalemi një moment, ta nalim pak hapin, edhe të arsytojmë, edhe të qofim cili është modeli që funksionon, a ka moral me gjithë këtë sjedhje të kapjes pas karrigës, a mund bëhet Partia Demokratike pjesë një haremit të qeverisë e Edi Ramës? Unë them jo, dhe unë nuk e pranoj dhe e refuzoj. Dhe kjo është betejë që po bëj sot me karrige deputetit, pa karrige deputetit. Zonjë, ishe kënaqësi si për herë prania juaj në studion time. Edhe unë ju falenderoj shumë, edhe për shkrimet tuaja, edhe për emisionin tuaj, edhe për kohën që më dha. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni im për sot, nesër në 13:00 ritransmetim nga Orlando Qafoku. Na dhe mirë.